Miqtë Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Do të jemi së bashku nga tani në 2 orët në vim për të diskutuar për fushatën, mënyrën se si po zhvillohet ajo, por mbi të gjitha dhe disa incidenteve të fundit që duket se kanë ndodhur këto ditë përpara se të gjithë shqiptarët i drejtohen kutive të votimit ditën e diele. Edhe diaspora duket se vijon të mbetet një problem konstant sa i përket dorëzimit të zarfeve, votimit e më pas dërgimit të tyre në Shqipëri. Për këto do të flasim në minutat në vim. Ermal Asimi është me mua në studio. Faleminderit shumë për kohën tënde. Mirëdita. Anëri Bala, faleminderit. Mirëdita. Kam në një lidhje direkte Fation Samanjakun, faleminderit shumë Fation për kohën tënde sot, kandidati i Partisë Demokratike në Fier. Mirëdita. Faleminderit për ftesën. Do doja të vijonim bisedën së bashku lidhur me incidentin që ndodhi dhe shoqërimin tuaj, më korrigjoni nëse gabohem, në polici pasi si që është thënë, po themi, në portale, në drejtorinë e policisë së Fierit, si që është thënë nga mediat, portale, apo dhe ato vizive, keni kundërshtuar forcat e policisë, prandaj është bërë shoqërimi. Pra nuk është se është bërë sepse kishit kryer ndonjë shkelje për cilën duhet të shoqëroheshit. Çfarë ndodhi? Në fakt, për kontekst, unë jam Fation Samanjaku, prej 13 vitesh jetoj në Shtetet e Bashkuara, ku jam sipërmarrës, njëkohësisht kam studiuar për administrim publik, dhe me fokus të studimeve të mia kam pasur inteligjencën artificiale. Në këto zgjedhje jam kthyer për të kandiduar për Partinë Demokratike, duke parë edhe situatën teje të nder politike dhe jo vetëm që është duke ndodhur në cilën ndodhet Shqipëria. Ajo që juve keni parë në Fier është vetëm pjesa e dytë e një seriali që deri tani ka 2 pjesë, por ndoshta më vonë mund të ketë edhe ndonjë tjetër, që janë të paparashikueshëm. Unë kam qenë duke shpërndar në stendën time bashkë me disa të rinj, flet palosje në qytet. Dhe unë nuk stenda jon nuk ka qenë stenda e vetme, e theksoj këtë. Nuk ka qenë stenda e vetme që është aty për natë, dhe në fakt ato tjerat janë edhe më të mëdha nga imja, dhe nuk ishte stenda e vetme që aty. Ndërkohë që të tjerët janë të pashqetësuar, edhe nuk kemi parë ndonjë incident që ndodhi në një parti tjetër. Prandaj, më lejo ta bëjmë bashkë bisedim, që të të bëj një 2-3 pyetje. Mund të ketë pasur shumë stenda të tjera, mund të ketë dhe stenda më të mëdha se juaja. Po a kishit ju një leje nga Bashkia e Qytetit që të vendosnit atë kiosk për të shpërndar fletushka në qendër të Fierit? Atëherë nuk bëhet fjalë për një kiosk, dhe është më estetike se aq, është një stend e cila nuk ka nevojë në gjykimin tim edhe në Jo, ka nevojë sipas rregullave të KQZ-s. Nuk është se ka nevojë nëse duam ne apo jo. Jo, ja pa ta sqarojmë se tani instaluar diçka në shesh. Dakor. Por rregullorja e KQZ-s është që duhet të kesh një leje nga Bashkia e Qytetit. Apo nuk më hoqën mua stendën, të lutem. Nuk dua ta mbaj këtu. Me kësaj dua të jap fare pak kohë. Fieri ka probleme shumë herë më të mëdha nga heqja e stendës time. Dakor, pra po ky ishte një incident që bëri policinë të shoqëronte një kandidat, siç është rasti juaj, dhe prandaj po ju pyes. Kjo po në rregull. Atëherë unë nuk kisha leje dhe për një stend të tillë nuk duhet leje, sepse unë nuk jam duke trajtuar diçka dhe rregullat e KQZ-s e kërkojnë një leje publike. Dhe duke parë edhe qendrën e Fierit, edhe të tjerët, po pra, zhvillojnë aktivitetin. Duhet kuptosh një gjë, e njëjta gjë që të ka ndodhur. E di pse ta them të gjë. E njëjta gjë që të ka ndodhur ty në Fier, i ka ndodhur zotit Vullnet Sinaj në Vlorë, ku kryetari i bashkisë është i majt, në mos gaboj, zoti Dredha. Dhe ja ka hequr stendën pak ditë përpara se të ndodhte rasti yt. Pra, duhet një leje nga Bashkia. Unë dje jam interesuar në KQZ për rastin në fjalë, sepse dhe unë mendova kur pash pamjet janë një egzagerim total, që të marrësh një kandidat ta shoqërosh në atë lloj forme siç ndodhi me ju. Dhe për këtë jam shumë dakord me ju, që mund të kishin zgjedhur një lloj forme tjetër. Po tani, kishte apo nuk kishit leje për ta vendosur, jam dakord edhe me ty që është pak egzagerim të marrësh leje tek Bashkia e Qytetit për ta vendosur stendën në këtë rast, siç ti preferon ta quash. Por e njëjta gjë i ka ndodhur dhe kandidatëve të tjerë, siç është rasti në Vlorë, pak ditë përpara se të ndodhte ty, ja kanë hequr nga qendra e Vlorës zotit Vullnet Sinaj. Prandaj ta thashë për sqarim. Në raste të tilla, në gjykimin tim, në rastin e zotit Sinaj, kjo nuk ka ndodhur si pasojë e shkeljes së ndonjë ligji apo të uzurpimit të hapësirave publike, po ndoshta mund të jetë një përplasje mes tyre brenda llojit. Por
edhe njëherë e theksoj, nuk isha i vetmi në atë shesh që zhvilloja aktivitetin tim politik publik, po isha i vetmi që u rrëmbye ditës për diell nga me urdhër të disa banditëve që në Fier vinë për të mbushur xhepat edhe largohen sapo e arrin këtë. Edhe pastaj vjen banditi i radhës. Isha i vetmi. Anri Bala ka një ndërhyrje për ju. Nuk e di çfarë kanë bërë të tjerët. Anri? Unë besoj se tani nuk ka të bëjë se po bënd ai se me këtë logjik që thot zotëria, nëse ai tjetri po shkel, nëse dhe ata tjerët kanë qenë gabim është dhe zotëria bashkë me ata. Në kontekstin që ishin ata, dojt isha dhe unë, kjo nuk funksionon. Unë besoj se dojt jemi më të përgjeshën, sidomos një kandidati i cili do kandidat qoftë socialist apo demokrat apo kush do partije tjetër, për sa i përket respektimit të hapësirave publike. Së është njësoj, si kur të marrë një stand tani, të shkoj tek shtëpia zotërisë, të ja vendos aty në kuzhinë dhe të them, nuk ka nevoj për leje në bashki kjo. Jo, dhunimi i hapësirave publike, e imagjinoni do t'ju si kur çdo kandidati, çdo lloj partije të merrte nga një stand dhe ta i sheshe aty ta vendoste njësoj si ju pa leje. Pra, sa kandidat ka Fieri e zëm 14, sa parti janë 6 parti minimalisht. Ka vënë gjithë uzurpojnë gjithë si bie 80 kandidat. Po gjithsesi ka një lloj egzagjerimi nga mënyra shoqërimit ose po mirë, tani e di se është puna edhe refuzimi i zbatimit të urdhrit të policisë. Krijon këtë lloj incidenti se s'është problemi se ka përplasje. Se krahasimi i zotërisë është fare i patënd, që thotë që e ndrej një simetri midis çadrës, tendës, unë kisha në qendër qytetit, në një hapësirë publike. Jo, s'është publike e bëre personale, pra publike në bëre private. O zotëri, po du të kalojun aty, ti s'po ma lejon. Edhe njerë, zotëri, nuk të ndërpreva. Gjo linjën time logjike. Ajo që thash është se krahasimi juaj me ngritjen e një tende në kuzhinën time, nuk qëndron me ngritjen e një tende në një hapësirë publike që... Po sa po e bërë hapësirë publike private, po të shpjegoj. Dhe unë me të njëjtën logjik kam të drejtë të dhunoj dhe hapësirën tënde private, që është banesa juaj. Si funksionon ka kështu? Është për të ardhur keq, se në një farë pike ju keni drejtë. Në atë qytet edhe në atë shesh kam shumë tenda se qytetarë. Dhe kjo është, për sa i përket uzurpimit, ne nuk uzurpojmë asgjë aty. Dhe ku tjetër do takohemi ne me qytetarët? Që ajo është një diçka që ndodhet në çdo vend. Se rruga është duhet të merremi zvarr ne të opozitës. Ja, sa po i takove qytetarët në media. Hapësirën mediatike e keni. Hapësirën në rrjetet sociale e keni. Për të pasur mundësi për billboarde e keni. Kundrejt pagesës, sepse ato janë kompani private. Ku jeni censuruar, zotëri? Me arrestime, atëre bujrum... Zoti Semanjaku, më falë, vetëm një pyetje. I ka marrë masat dhe për arrestim, dhe për më shumë se arrestimi, sepse të përballesh me një regjim të këtyre përmasave, ajo që më ndodhi mua... Po pse mon Amerikë shu bëhet, më shko ku duash edhe ngule çadrën ku duash. Nuk të shqetëson njëri zotëri në Amerikë, unë jam dhe qytetar amerikan, nuk të shqetëson njëri në Amerikë, nëse ti ngrej një tent dhe mbron një kauz. Dakor? Po kjo s'është kauzë, është politike kjo, a? Je duke bërë fushat, nuk është... I ke kauzat, i ke parashtëpisë të parë. është fushat. Çdo ditë, edhe që ne tani jemi duke folur, po të kemi një pamje live nga Washingtoni, nga shtëpia Bardh, po s'është kauzë. Ato janë protesta, morë. Nuk janë në fushat ata. Dëgjoj. Semanjaku, të lutem, më trego pak çfarë të thanë në momentin që erdhën dhe pse ju morën me forcë. Më thanë ta hiqja tendën nga aty. Dhe biseda ishte kjo që edhe ndam edhe bashkë. I thash që tenda ime këtu nuk shqetëson asnjë gjë. Edhe tenda ime këtu është vetëm një nga tendat e gjithë kandidatëve të tjerë. 100 metrë më tutje ishte stenda një kandidati tjetër. Atë nuk e prekën. Nuk e prekën dhe madje të tjerët dhe e lën aty. E lën aty gjithë natën. Kush është kandidati tjetër që s'ja prekin tendën? Nuk dua të flas me emra, ato janë në një aktivitet publik, tenda është në shesh, shkoni dhe e verifikoni, se nuk e kam betejën me kandidatin tjetër. Mirë, edhe Anëri dhe unë dhe Ermali dhe askush nuk është se ka betejë me ndonjërin prej jush. Thjesht përpiqemi të sqarojmë vetëm të pjesë.
Semajaku, po përpiqemi të sqarojmë vetëm të pjesë, që nuk po themi që personat e tjerë aty janë duke bërë mirë dhe ju po bëni gabim. Jo, ato mund të kenë leje njerëz. Këtë dua të sqaroj, që nuk dim nëse ata kanë një leje apo jo. Thjesht unë ditën e dieshme më bëri shumë përshtypje. Nuk kanë leje. Ja, më ta mbaroj. Më bëri shumë përshtypje mënyra si të kishin kapur dhe të kishin shoqëruar dhe u interesova dhe pyeta në KQZ, këtë zotrin, pse e kanë trajtuar në këtë lloj forme? Kush e çoi policinë atje të tjerë me radhë, dhe nga KQZ-ja mu njoftua që çdo lloj tende, çadre, kioske, i vëm çfarë emri të doni ju, duhet të ketë një leje nga Bashkia e Qytetit. Dhe pas kësaj, përsëri nuk ka pasur askush. Dakor, pra, shumë rregull, po kjo është rregulloria. Dhe tani dua të them këtë. Më bëri përshtypje dhe pastaj u interesova prapë dhe thash, "Ore, kjo mos ndodhet me kandidatët e PD-s." Kjo nuk ju shfaqson juve. Po zoti Semanjaku, kjo nuk ju shfaqson. Gabim ju, gabim dhe ata. Është tjetër gjë standardi. Nëse do flasim për standarde, po e para ju do të kërkoni ndjes ju, qytetarëve të Fierit, që unë u gabova. Por gabim e bëra në ku dëgjon, në emocionalitet e sipër. Ju kërkojnë ndjes qytetarëve të Fierit, sepse unë po përballem me një regjim që ajo që ndodhi aty është regjim është ajo që bët ju, që uzurpuat hapësirën publike. Jo ata që ju hoqën dhe ju kthyen hapësirën publike qytetarëve. Po e ngatroni konceptet. Me një regjim që ka uzurpuar çdo fushë të jetës në këtë vend. Po. E dini ju se çfarë ndodh sot në Fier. Këta i shqetëson tenda ime rreth Gjanicës. Pse nuk flet njëri për Gjanicën? Pse nuk flet njëri për ndotjen? Pse ai është problemi? Po janë zgjedhjet për këtë. Nëse duan të pastrohen nga ndotja, do votojnë alternativën më të mirë, që ata mendojnë. Po ju shkuat atje na votoni, nuk thatë për Gjanicën apo ku dëgjon për ndotjen. Ju the, ju keni nxjerr fletushka, po bëni propagandë në thonjza për të votuar në zgjedhjet e 11 maj. Dhe për shembull sot, gjitha mediat nuk mund të transmetojnë asnjë sondazhi sipas rregullit të KQZ-s. Nga dita e djeshme ishte dita fundit. Nëse një media i teket ta bëj këtë, besoj se do marrë gjobën e caktuar. Se unë jam private, bëj çfarë duar, kam hapësirën time. Ka rregulla, ka rregulla. Që ka ca rregulla që vendosen mbi është simetria e që ngrini zotri dhe që nuk qëndron, po unë kam. Po si nuk qëndron? Fakti se bën gabim një media mund ta përsërisin gjithë. Ta dëgjoj pak Ermalin. Ermal, janë pak të egzageruar rregullat e KQZ-s apo duhet të mësojmë të respektojmë ca rregulla? Janë dy pyetje komplet ndryshme dhe nuk janë dy opsionet në të njëjtës kategori. Nuk i njoh gjithë rregullat e KQZ-s, kjo për sondazhet më duket gomarrlik i madh. Është dhe çështja e lirisë shprehjes, është tjetër gjë, pastaj ti mund t'ju ndalosh ndoshta partive politike që të flasin ditën e zgjedhjeve të tjerë, por s'mund t'ja ndalosh qytetarëve thjesht që të flasin për diçka nëpër media. Dhe nuk e di a është ky realist sepse nuk e kam lexuar. Jo, është vërtet rregull. Nga dita e djeshme ishte dita e fundit, 5 ditë përpara zgjedhjeve nuk lejohet më publikimi i asnjë lloj sondazhi. Kjo është, se di, për mendimin tim bën ndesh domthon totalisht me lirinë time të shprehjes. Kushtetuese. Me lirinë time kushtetuese të shprehjes. Domethënë, kjo për këtë çështje. Ke ndonjë shifër që të ka ngelur në mendje? Nga sondazhet. Ti dëshiron që të marrësh një gjop, se besoj që do të bëj gjop mua njëri. Jo, ne duhet ta realizojmë sondazhin dhe ta publikojmë, po ti Ermal. Jo, unë. Ilir ke qenë Ilirje? Ilir do jesh. Me Ilir s'bëhet edhe jam shumë i lumtur për këtë dhe shumë i qetë. Rasti në fjalë, në Fier? Rasti në fjalë më duket shumë i parëndësishëm për këtë gjë, domethënë zotria Semanjaku ka marrë një hapësirë aty, tani atë hapësirë mund ta kenë marrë dhe të tjerë. Nuk e dim si e ka marrë, se si kemi të gjitha dhënat aty. Ke pjesa e reagimit policisë nuk e di pastaj se çfarë ka ndodhur, po me shumë gjasa në Amerikë vështirë se mund të rezistosh policit në atë lloj mënyre, jo vetëm në Amerikë, po kudo. Por nëse ka shumë të drejtë zotria në gjëra të tjera, që në një aspekt makro të përgjithshëm, se ky është një element që më duket relativisht i parëndësishëm, është një çështje stende, s'është një dramë e madhe. Gjëra më të rëndësishme për të marrë, thua. Ne shikojmë këtë gjë dhe këtu do t'i jepja shumë të drejtë zotit Semanjaku pastaj, që ne shikojmë një shtet, një administrat, edhe një polici, e cila është vënë e gjitha në shërbim të fushatës elektorale të Partisë Socialiste. Kjo është ajo pamja e madhe, dhe pavarësisht se rastin fjalë nuk është se është një ilustrim dramatik i kësaj gjëje, por në total, po të shkëputemi nga kjo, atëre po, mund ta shikojmë që është e vërtet që administrata, shteti shqiptar,
është vënë i gjithi në funksion të fushatës Partisë Socialiste. Unë besoj se s'ka një kandidat i blokuar momentalisht, po ky mentaliteti ekziston vetëm në vendin tonë që po e bëri ai, duhet ta bëj edhe unë. Kështu kanë nisur dhe ndërtimet pa leje. Pse e ndërtoi ai përballë, do e ndërtoj edhe unë këtu, do uzurpoj tokën. Po ka pas pronar toke, kështu ky është mendësia. Pra është, ne do të pranojmë fajet tona, gabimet tona. Në përgjithësi dhe një kandidat i çfarë do lloj partie, kushdo qoftë, nuk e kam për zotëri. Në fjalë, ka detyrën morale dhe për treguar integritet se është më i mirë se sa ata që janë përballë, zotëria fare mirë mund dilte po te studia juaj, siç është sot denonconte zotëri, unë kërkova leje bashki, nuk ma dhan për stend. Ky zotëria përballë zoti X e ka mbajtur aty dhe i nxirri letrat, kërkoi dokumentat nga bashkia që e ka pas pa leje. Mua nuk ma japin kur kërkoj leje, atit e lejnë të ushtroj aktivitetin i lirë. Dhe kjo është forma qytetare dhe demokratike që kemi zgjedhur. Se kurse forma me polici ose me kundravajtje të tipit që unë nuk dua se s'dua unë, sepse mendoj unë se du ta bëj njësoj se ai, unë besoj se është formë gabuar. Dhe zotëria do tregonte më shumë, besoj unë, do dilte më mirë në opinionin publik nëse do zgjidhte këtë formë. Ose minimalisht, po të kishte një këshilltar, do i kishte thënë që nuk është forma e duhur, kjo është forma më e mirë. Një koment të fundit, po. Të lutem, një koment të fundit. Tashti, punojësit e bashkisë kanë ardhur aty dhe kanë ardhur me një qëndrim dhe me një arrogancë dhe pa ardhur në vendngjarje. Ata që do ta merrin, që do bënin transportin e tendës, ata e kanë dhunuar tendën time, stendën time. E kanë dhunuar, i kanë quajtur njëshit. Pra, ajo nuk ishte thjesht një rrëmbim tende, ishte e gjitha politike, ishte e gjitha orkestruar. Po për shkeljen e ligjit zoti Semanjani? Ishte e gjitha orkestruar. Keni një koment? Edhe njërë, këtë hapësirë nuk dua edhe njërë si e tash, më lartë. Këtë hapësirë nuk doja ta përdorja se më rrëmbyen mua dhe tendën time në qendër të qytetit. Doja ta përdorja për problemet reale që qyteti i Fierit ka sot. Çfarë janë këto? Është ndotja. Çfarë janë këto? Është bankers. Çfarë janë këto? Është largimi i të rinjve. Çfarë janë këto? Është mungesa e shpresës. Çfarë janë këto? Janë probleme e braktisjes mungesa e shpresës është kur shohin kandidat të ri dhe me integritet si puna juaj që shkelin ligjin zotëri. Kjo është mungesë shpresës. Edhe një herë. Për sa i përket ligjit, unë kam jetuar në disa shtete, në disa kontinente. Po çdo shtet ka ligjet e veta. Në disa qytete, të lutem. Dhe shko dhe gjej një rekord timin që kam shkelur një ligj në një nga këto vende. 20 policë duke të mbajtur me gajret. 20 policë duke të mbajtur me gajret aman, zotëri qetësohu, se nëse do donin, 20 policë nuk besonin se ju do ishit kryenetsh për t'i kundërshtuar në asnjë vend të botës. Mirë. Pation. O zoti Semanjaku, po kërkon ndjesmo kaq që mirë. Ndoshta nuk është edhe tash me përgjigje se ka bollhalle fjerë sa të merret për të kërkuar ndjesë për tendë. Ka bollhalle ka gabim zotëria, po themi që të kërkon. Po gjithsesi, nëse është çështje ligjore, ti ke ardhur aty për të bërë një mbaroj me mos merrem me manën në këtë rast. Faleminderit shumë Fation. Edhe të uroj fushat të mbarë dhe të shohim si do shkojnë në zgjedhjet. Përshëndes. Ju përshëndes. Do të përshëndesja në këtë çast zonja Valbona Myhedin, e cila është në një lidhje direkte, është kandidatja në Durrës se Shqipëria bëhet. Faleminderit shumë Valbona për kohën tënde sot. Tutja se rëmi çik këtyre kandidatëve që unë s'kam. Faleminderit për ftesën. S'kam ardhur tu se unë as e dija që ishin ta me një qëllim caktuar. Mirë, po nëse është zakon, gjithmonë që politikanët mendojnë. Po ta dija që ishin. Atëherë, pas Fationos, arsyeja pse jemi mbledhur është të flasim për votën e diasporës edhe mënyrën se si po shkon fushata vetëm pak ditë përpara zgjedhjeve. Valbona, kam lexuar kudo kërcënohet me armë kandidatja e Shqipëria bëhet. Çfarë ndodhi? Atëherë më lejoni të prezantojmë pak, jam Valbona Myhedin, jam kandidate për qarkun e Durrësit. Vi nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Michigan, jam përzgjedhur në diasporë si përfaqësuese. Atje kam 8 vite që jetoje, jam arsimuar, kam krijuar familje, kam biznesin tim dhe me një sakrificë të madhe pranova që të vi dhe t'jap këtë kontribut në këtë moment shumë të rëndësishëm që është Shqipëria dhe them këtë të jap kontributin jo se këtu mungojnë njerëz të arsimuar me integritet lartë, por janë përballë presioneve shumë të mëdha dhe unë ndjeva si detyrim për atë tim që të vi dhe të kontriboj eksperiencën time, integritetin tim dhe të përfaqësoj diasporën. Okej.
Çfarë ndodhi dje? Dje, si çdo ditë që ka momenti që është hapur fushata, unë dhe ekipi im nisim fushatën në orën 9 të mëngjesit, duke përcaktuar lagjet apo zonat ku ne do të shkojmë, me fletpalosje. Fushata që unë kam zgjedhur të bëj është takime qytetare, takime biznesin, jemi në çdo lagje të Durrësit dhe në një nga lagjet e Durrësit kemi qenë dje pasdite në lagjen 7 pranë shkollës Eftali Koçi. Atje unë dhe ekipi im po vazhdonim qetësisht fushatën tonë qytetare, duke takuar çdo qytetar. Tani, çfarë është ky djali në videon që është bërë virale? Atëre, në momentin që një nga antarët e ekipit ka qenë duke drejtuar fletën, ky djali ka qenë shtetasi ka qenë duke ardhur në drejtimin tonë, nuk ka qenë ky moment, ka qenë pak para, 3 minuta para, dhe antari i drejton fletpalosjen, duke i thënë jemi nga nisma Shqipëria B, dhe shtetasi në video ngre bluzën dhe tregon armin që kishte në brez dhe i thot zhduku, dhe ne natyrisht u friksuam, ju thash që ta linim aty fushatën, ekipi kundërshtoi dhe tha ne duhet vazhdojmë të patrokër sepse duhet japim mesazhin që ne nuk dorëzohemi. Tani, një sekond, ky djali që kishte armën është ky djali me gri në video që i keni bërë ju pastaj. Një sekond, kuptoj një gjë, ky djali po vinte tek në drejtimin tuaj apo shkuat ju i zgjatët dorën për t'i dhënë letrën? Po vinte në drejtimin tonë, edhe antare kujtoj se kishte dëshirë që të merrte letrën dhe vetëm zgjat dorën, sepse ishte shumë afër, 80 cm, 50 cm ishte distanca. Dhe po vinte shumë qetë. Në drejtimin tonë nuk bëri asnjë akt që ne të kuptonim që ishte revoltuar. Vetëm ju tregoi që kishte armën në brez. Po, dhe vazhdoi lart. Kjo është momenti kur ai ka ikur. Nuk është momenti ku ka ardhur tek ne, sepse unë kisha mundësi ta kuptoj. Ajo që duat kuptoj është, e para unë dëgjova ditën e djeshme një deklaratë Shqipëria bëhet, ku thuaj se do t'i drejtojeni edhe ambasadës amerikane, duke marrë shkas nga fakti që ju jeni në shtetas amerikane dhe ju thoni që me armën në brez a i donte t'ju intimidonte. E para, keni bërë një denoncim në polici, e dyta, a keni identitetin e këtij personi, dhe e treta, pse jeni referuar ditën e djeshme me bandat që kërkojnë të ndalojnë Shqipëria bëhet? Çfarë ju bën ju të besoni që personi në fjalë është pjesë e ndonjë bande? Atëre, ne kemi bërë kallëzimin ditën e djeshme pranë policisë së Durrësit. Unë gjithashtu kam vënë në djeni ambasadën amerikane dhe jam në pritje të reagimit, sepse kjo është me të vërtetë diçka shumë shqetësuese, dhe ajo që më bën mua të mendoj pse kjo nuk ishte e rastishme, është sepse gjatë gjithë fushatës time kam pasur dhe intimidime të tjera, kur në ditë dielli edhe dite persona me pozicione poste shtetërore, pra patronazhistët, pa dalur nga një biznes, kanë ardhur dhe kanë thritur pronarin e biznesit për jashtë, duke i bërë presione. Po mirë, unë nuk duat ndalem të kjo, se këtë as nuk e vërtetoj dot, as asgjë. Unë duat ndalem të lajmi ditës. Lajmi ditës është që, dhe është shumë e rëndë nëse është kështu, që një person ka kërcënuar një kandidate, po qoftë edhe një qytetar thjesht kërcënoni, me armë në mes të ditës, duke dashur ta intimidoj. Pasi ndodhi ky momenti, çfarë hapash ndërmorët? E ke xhiruar vetë të videon me celular? Po, sepse shtetasi vazhdoi të hecte në drejtim lart, ndërkohë ne po zbrisnim poshtë. Dhe pjesa e ekipit vazhdoi e qet, ndërkohë nuk isha e qet. Me kë u lidhe pastaj? Ja ta vazhdoi dhe ndërkohë shtetasi zbret nga lart, po prap qetësisht, siç e shikoni te kamera, dhe aty në moment tash ti bëj një video që ta dim kush është personi, të mund ta identifikojmë. Pastaj njoftova partinë, kryetarin nën kryetarin, se çfarë kishte ndodhur dhe vazhdova të drejtohesha në sheshin e quajtur muzeumit për të vazhduar fushatën atje. Okej. Por dhe atje nuk u hasa me një situatë tjetër. E kuptoj që je rritur jashtë, është shumë e tmerrshme faktikisht që e para një që personi ka pistolet në brez dhe ecën ashtu në rrugë të qytetit, e fillojmë nga këtu. Dhe kushdo që t'ishte jo ti që je kandidate, po dhe një qytetar i thjesht nuk do duhet hasej me intimidime të këtij lloji, duke marrë të mirëqen atë që ju thoni në çdo moment. Pastaj Ermal.
Tani, një pyetje kisha unë, ky zotëria, a thanë dhe një gjë që ka lidhje me politikën? E para dhe e dyta, në qoftë se s'doja kishit zgjat ato letrat gjërat, a do kishte vazhdu rrugën e vet, apo erdhi qëllimisht aty dhe ju tregoi pistoletën? Se u bëm si kuptues tash, se thjesht për ta kuptuar se ndoshta ka qenë Terezit vetë në punë vet dhe nuk e di ma e ka pistoletë me leje, pa leje etj. Edhe mu po të më tregosh një pistolet në rrugë, natyrisht dhe çdo njeriu do tronditet, do shqetësohet, do trembet. Po çështja është që nuk di më tepër se kaq. Nëse dikush vjen edhe gjatë fushatës tuaj ju jep një mesazh politik përmes të treguarit pistoletës, është një gjë. Po nëse pastaj vjen dikush aty dhe thjesht po kalon, edhe ju i zjasni diçka, kërkoni që ai të angazhojë kohën e vet, vëmendjen e vet, por nuk do. Dhe ju tregon pistoletën, i vetmi problem që ngjelet tu është pastaj shqyrtimi i armëmbajtjes pa leje, por nuk ka lidhje më me bandat edhe me fushatën politike etj. Nuk kjo është gjëja që është për të kaluar, se shumë kollaj dalësh e thush bandat. Edhe ta theksojmë që në video shohim vetëm ideal duke ecur me se që ka banda Shqipëri edhe bëjnë namin, kjo s'diskutohet. Frika është nga i herë duke kriju një lloj inflacioni të gjithë këtyre gjërave, ju humbet edhe kuptimi i vërtet pastaj. Ky është ai shqetësimi, se tash nuk duhet të duket sikur si po mbroj atë zotëri që as e njoh fare aty, domethënë, dhe është problem që me pantallon të shkurtë të eci me pistolet mes të qytetit, domethënë. Thjesht përpiqem të kuptoj këtë gjë. Atëherë, zotëria po ecste në anën që ne ishim duke ecur dhe erdhi në drejtimin tonë. Ne nuk e dinim erdhi në drejtimin tonë se ishte i irrituar nga fushata që po bënim ne. Po pse keni nxjerrë në deklaratë që ju kanë akuzuar intimiduar bandat? Domethënë se i bie që zotëria po ecte në punë vet. Zotëria nuk po ecte në punë vet, se po ecte në drejtimin tonë. Po një trotuar ka. Fal një sekond pa, kishte njerëz tjerë që po ecnin në drejtimin, ju prandaj ishit aty, sepse disa njerëz eventualisht do ecnin në drejtimin tuaj, apo jo? Kishte rrugë nga ana tjetër, nëse personi domethënë ai mund ta ndronte rrugën që duhet ndronte rrugën që mos ecte në drejtimin tuaj. Nëse mendonte që ne nuk duhet t'i afroheshim apo do i krijonim shqetësim për partinë që ne përfaqësonin, mund të ndryshojë. Se duhet ndryshoj ai rrugën? Mua po të më dilni ju përpara në rrugë. Ti do na tregosh armën? Jo, por mund ta shpangësh marrjen e letrës, siç e bëjmë çdo ditë në mes të Tiranës. Thjesht do vazhdoj rrugën, madje për mirësjellje, kur na zgjasni atë fletën, do të marrësh edhe të informoj. Siç na ndodh ose e marrim, themi faleminderit po. Po nëse s'dua, nuk është se do detyrohem unë të ndroj rrugën, rruga nuk është pronë juja. Mos trego armën, dhe këtu jemi shumë. Po mirë, mund të jetë incident që ka lidhjen, po themi që me këtë armën jemi dakord. Prapavi politike. Në këtë sens, me armën jemi dakord. Të diu ke sa duash rrugëve. Problemi është incidenti ka prapavi politike, se dhe deklaratën më përpara që e bët, po prap hyn patronazhistës, se ju tani na bëri, edhe njerëzit duke i njihni, po i dini që janë po patronazh, po nga e bët? Janë patronazhistës sepse kush po flet se nuk e shikoj, nuk e bëj gjë. Anri Bala. S'ka problem, ka argumentin. Dua ta di se po e vazhdon linjën e debatit. Jo, ishte Ermala Simja më herët, tani është Anri Bala. Po shën si kam, ne na peshojmë fjalët, nuk na peshon fytyra. Sikur nuk jeni aty për të mbrojtur të vërtetën, por jeni për t'i bërë mirë më zonjë. Dhe bëhuni më i drejtë në opinion. Po pse, ju ti do na e tregosh se sa të anshëm jemi? Po, paketën. Po ju nuk jeni, e para herë zonjë, ti nuk dukesh e anshme fare, se flet me tendencë. E para na bën dhe prokurorin dhe policin, na bën dhe kryetaren e partive, di që ishe patronazhist dhe po gënjen. Po tjetë për, ore nuk e di për rastin, o zonjë, po gënjen që ishin patronazhist, se nuk e ke mundësin ta bësh verifikimin. Dhe nëse ka patronazhist, që e thua që ka gjeke, që ju luftë nuk e keni me pushtetin njerë, se ju jeni në gramat për të marrë pushtetin, as keni shanse për të marrë pushtetin, me gjithë qëllime që ju keni. Madje dhe partia tjetër që kishit përballë, që është partia Mundësia, arriti t'ju shkatronte me tre argumenta dhe ratë në kuota në gjitha sondazhet. Kështu që ju nuk e keni me neve, me media dhe gazetarin, ju minimalisht e keni as me qytetarët, ju nuk dini se me ke e keni. Po, ecë o tani. Mosu intimidoni as njëri, po. Po qëfar të kem respekt, Zoj? Ti s'tregove respekt për ne, po qa du të kem respekt për ti unë? Apo që ke ardhë nga Amerika dhe qarë do të... Të lutem, respekto etikën. Qa etike, moj? Ju na fyet, moj Zoj. Ne po bëjmë pyetje...
Keni ju që po ju fyej, unë jeni prokuroria, apo jeni shteta si në fjalë? Po, pse duhet jemi prokuror që mos fyejmë? Moj zonjë, po na fyet na thot bëni të paanshëm, ku e pe anësin tonti. Ne të dhamë dhe të drejtë, moj zonjë. Ndryshe nga rasti i Fierit, zoti Semanjaku, ju dhamë dhe të drejtë që këto janë skandaloze, po ne po themi, ju nga e bët verifikimin. Atëre mirë, zonjë, më nxirr raportin e policisë për këtë personin dhe për patronazhistës. Ose të prokurorisë. Ti je gazetar të nxjerrë raportin e policisë. Po ti po gënjen, mëse ti nuk e ke, se nuk është bërë. Ti po gënjen, me qim po flet, ti po gënjen publikisht, Nuk ka raport dhe unë po të sfidoj, ma nxjerr raportin, me që ti e ke. Çfarë nuk ka raport? Çfarë raporti? Ore që ky është pjesëtar bandash dhe ju si keni rënë qafë. Ma nxjerr raportin që ishte patronazhist dhe ju kanë kërcënuar patronazhistët. Po lëri mos fisnin qesim nëpër media. Çfarë të mësoj komunikim me ju, çfarë të mësoj me ju? Për çfarë ta mësoj me ju? Bashkë shikojmë gjykatë. Po më ofendove më zonjë, çfarë? Më ofendove, më fyeve. Fyeri është të thuash. Shikojmë në gjykatë pas këtij emisioni. Çfarë thonë? Çfarë thotë? Shihemi në gjyq. Do shihemi bashkë në gjyq më. Po për tërë kodin e etikës, për tërë fyerjet dhe fjalën. Moj zonjë, di sa kam kaluar unë si puna jote, o shoqe. Mos ta kalojmë në personale. Di sa kam kaluar si puna jote unë me gjyqe. Ti se ke iden fare. Ti vazhdon. Jo në gjyq, biles bashkë me atë kryetarin, gjyq kam qenë bashkë me atë kryetarin e partisë tënde, se ka bërë avokatin ai zotëria. Po, bashkë me ta shpjegon zoti Lapaj se kush jam unë. Se ta sqaron tamam pastaj. Valbona, po, do të thotë apo jo? Po, jo, për zonjën, do se unë nxef shumë debate. Ermal Asimi është ky që flet tani. Po këta janë të padurueshëm, më burr, janë të padurueshëm. A kupton tani ti? Vën që të flasim me përulësi, po i ndihmojmë, po i mbështesim të na bëjnë edhe na përgojojnë. Ti mos do të rritë të përulë. Ermal, po, Ermalit. Nuk e turp se çfarë përdor këtu fjalor. Të përulë mu ti kush je ti, zoti je ti. Qa thumë? Ermal, të dëgjoj edhe ta mbyllim se diskutim. Vjen keq, se që ke keq me nivelin inteligencës. Vjen keq. Ermal, të lutem, e lëm, po. Tani, se nuk na shef zonja në televizor me sa duket. I qojmë foto në WhatsApp, po është që të komunikojmë, po deshte foton tonë. Anër, të lutem mos fol më. Tanis, jo më flasë sa herë të dua, se më ndërprej do të falën ti. A mund të dëgjoj Ermalin dhe pastaj të bëni pyetje fundit Valbonës? Shqetësimi im, se po flas në emrin tim tash personal, nuk përgjigjsoj dot. Domethënë, çështja është këtu, është e sigurt që në Shqipëri ka situata problematike, është e sigurt që bandat, krimi organizuar është i angazhuar në Shqipëri në krah të kryesisht në partisë që është pushtet, se ajo parti i ka se çfarë ty japi. Domethënë, thjesht shqetësimi im ishte ky, domethënë që mos krijojmë ndoshta para se të marrim përsipër që të bëjmë akuza të caktuara. Kemi disa elemente që eventualisht mund ta bëjnë të besueshëm e tjerë, sepse në fakt kur del një akuzë pastaj në kuadër të gjithë këtyre gjërave, del një akuzë që nuk është shumë e besueshme, nuk është mirë as për vetë partinë. Tash nuk po flas për ju, po flas për vetë partinë. Domethënë nëse ju dini dhe thoni që bandat na kanë intimiduar etj, tash se na u bën ca vite përvojë nëpër media, është e sigurt që një pjesë e njerëzve që e shohin këtë gjë nuk do ju besojnë. Mund të jetë vërtet, se ne bëjmë sigur. Mund të jetë vërtet, më. Po jo pra një sekondë. Po tani ne po pyesim zonjën ta sqaroj, zonja s'na sqaron. Ja një sekondë. Po. Pyeti vetëm folë. Pra, tani çështja është këtu. Format mua për shembull, si nuk më duket se në formë presioni nga bandat, sepse e di se si bëjmë presion bandat. Di çfarë presioni kur kanë diçka për të thënë, vinë edhe ta thonë. Po nuk është se i gjen aty rastësisht duke kaluar rrugës, duke ardhur drejt teje dhe ti zgjat broshurën e kështu. Prandaj nuk është e përjashtuar dhe kjo, që as bën vaki. Po zakonisht në këto raste vinë edhe ta thonë një fjalë, një mesazh që ti ta marrësh vesh, që ti ta dish se çfarë të kesh frikë dhe çfarë shqetësimi po i krijon. Kurse si fenomen jam absolutisht dakord që si dukuri ekziston po. Problemi është në momentin që krijojmë inflacion, edhe bëhemi pastaj të pabesueshëm për njerëzit, nuk është se ndihmojmë në tërësi. Që këtu bandat e bëjnë këtë punë diskutohet. Në kallëzimin që kanë bërë në polici nuk ka qenë asgjë jo reale. Kanë bërë kallëzimin dhe siç mu drejtua me pyetje se si ishte situata, unë situatën thash që zotëria u afrua drejt nesh në një mënyrë shumë të qetë që ne nuk e kuptonim që zotëria kishte një pak kënaqësi që po na shikonte në atë rrugicë.
ishte shumë i qetë dhe ne thjesht zjatëm letrën. Po, dhe pas kësaj, me që se u qetësua tani situata dhe mund të flasim rehat. Dhe pas kësaj, unë të pyeta dhe të thash, ku i keni ju, po themi, faktet, provat dhe dyshimet që në reagimin tuaj, ku thoni si Shqipëria bëhet që do të drejtojnë ambasadës amerikane për shkak se ju jeni në shtetas amerikane, jeni intimiduar nga bandat në Durrës. Pra, cilat janë faktet që ju keni që ky personi i përket një bande një, dhe çfarë mesazhi politik ju dha ai ju? Pra, kur ai ju afrua dhe tregoi armën, ç'a ju tha? Tha, mu largo, mik me gjitha të letër, apo të tha kaq pra, po nuk është se të ka thënë që zhduku se këtu do fitoj PD-ja, zhduku se këtu do fitoj PS-ja, nuk e di tani se as si flasin. Nuk e përmenda asnjë moment këtë. E pra, nuk e tha. Këto pikpyetje po ngrim dhe ne. Po pra se s'ka nevojë shumë. Po pra, po ju në deklarat keni dalë, keni vënë, e keni përshkruar fenomen, ja keni treguar që bandat bën kështu, bën ashtu. Domthon, tash duhet pa kujdes para se flasësh. Ndoshta ka qenë thjesht një njerëz. Ja supozojmë që e ka pas me leje atë, se ka plot njerëz që kanë armë me leje. Mund ta ketë pa leje, më punë aty. Edhe ka dashur me tregu që është i fortë, siç ndodh me shqiptarët përgjithësi. Tash nga kjo del ke deklaratë ashtu, ose supozojmë një rast tjetër, e ka pas pa leje, që është skandaloze. Supozojmë është skandaloze edhe ta ketë me leje dhe të bredhi nëpër qytet, se as kjo s'm duket normale. Mund të jetë e lishme, po jo normale. Po ja supozojmë që e ka pas pa leje etj dhe thjesht i ka rënë rruga aty, ja pas ka qenë një përfaqësues i krimit organizuar dhe u mos ketë nesër pas nesër rrezik voton për ju. Nuk e ka fare, se ka pas fare për qëllim me u marrë me diçka. Domethënë, ka aq shumë opsione të mundshme, sa është vështirë që të dalësh me herë atë konkluzionin që keni dalë ju. Nga ana tjetër jam dakord që si probabilitet, si fenomen kjo gjë në Shqipëri ekziston. Thjesht duhen ca gjëra më të qarta, më të provuara. Unë mendoj që unë si Valbon dhe si kandidate për qarkun e Durrësit kam bërë fushatën më korrekte, pa cenuar asnjë të drejtë të një qytetari Po shumë mirë, bravo. Ke bërë shumë mirë. Edhe në fjalë nuk kemi cenuar dhe ne kemi bërë një proces shumë të rregullt, një kallëzim dhe pse ne hedhim dyshimin, nuk thamë që kjo është e vërtetuar. Do ta pyes nëse do ai. Ajo ta bëj një pyetje. Po keni bërë deklarata e intimiduar dhe Ora, mendoni se ky ishte i bandave të PS-s për shembull, ndihet sipas variantit tuaj, jo variantit ton, se ne ndoshta kemi ato pikpyetjet tona. Ju mendoni se edhe kur thatë për patronazhistët e lidhni incidentet tuaj lidhni me Partinë Socialiste, se ju Po, zotri, sepse ta thash drejtor që është akoma në pozicion, më kanë ndjekur në çdo lagje të Durrësit për një ditë të tërë dhe pa dalur akoma nga një biznes, nga një subjekt, vinte dhe thriste biznes, po i kam dëgjuar vetë kur i kam presion. Drejtor kush? Nuk jam këtu për dënë emrat i kam dhënë në polici dhe është në hetim. Mirë. Fushat të mbar, Valbona, edhe sa më shumë suksese. Faleminderit. Përshëndes. Por, më lër të t'jap vetëm një porosi nëse e pranon në formë këshille. Mundem apo do ta marrësh për fyerje? Nëse do kandidosh për deputete në qytetin e Durrësit, duhet pa diskutim të mësosh emrat e shesheve, rrugëve dhe shkollave. Sepse nesër pas nesër do flasësh për ato sheshe, ato rrugë, ato shkolla në parlament. Paktën kjo është dëshira e qytetarëve në Durrës. Faleminderit, përshëndes. Mirë, do doja të përshëndesja Erinda Skëndaj, drejtore ekzekutive e Komitetit Shqiptar të Helsinkit, ka më shumë se 30 minuta që qëndron në pritje dhe të kërkoj shumë ndjes Erinda. Faleminderit shumë për kohën tënde sot, edhe që je me ne. Do të flasim për votën e diasporës, problematikat edhe gjithçka tjetër është duke ndodhur. Nuk jemi gati Armal ne për votën e diasporës që kemi kaq shumë problematika, ku po çalojmë? Se di, ndoshta nga që është hera parë dhe është e vështirë. Ka pas dukuri shqetësuese, në fakt. Ato që i kemi parë, i kemi ndjetur nëpër media. Po zonja patjetër që duhet ja, do flasi pastaj për monitorimin dhe mënyrën se si do të procedohet. Pak është hera parë, pak pastaj ndoshta edhe partitë, o sidomos shumica, nuk e di se ka ditë tamam ku të vendosi limitet e influencës së saj, midis atyre linjave të lishme dhe të palishme. Kështu që prandaj të besoj që kemi parë gjithë këto elemente që kemi parë nëpër rrjetet sociale dhe nëpër media. Shpresoj që të paktën të ketë një reagim të fortë, serioz, ligjor, në mënyrë që në zgjedhjet e ardhshme pastaj mos përsëriten incidente të tilla. Erinda, si do të bëhet monitorimi i zgjedhjeve? Çfarë ka ndryshe këtë herë në krahasim me zgjedhjet e tjera? Përshëndetje.
Janë 35 vëzhgues, afat shkurtër të Komitetit Shqiptar të Helsinkit të lokalizuar në 12 qarqet kryesore të vendit, që do të monitorojnë procesin e votimit edhe të numërimit. Kryesisht, mënyra se si ne operojmë është e njëjtë në raport me zgjedhjet e kaluara, është një metodologji shumë e ngjashme me atë që përdor OSBE ODIHR për monitorimin e procesit, ndërkohë që 12 vëzhgues afatgjat po monitorojnë procesin nga janari i këtij viti, ku fokusi kryesor kanë qenë rastet e shpërdorimit të aseteve publike, rastet e presionit apo të intimidimit ndaj votuesve, për cilat Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka dhe hapësirën për të përfaqësuar falas ligjërisht këdo që ishte cënuar interesi qoftë edhe në marrëdhëniet e punësimit apo për shkak të presioneve që mund të ketë ndeshur, raste të cilat duhet të theksojmë që nuk janë të lehta për t'u identifikuar në kuptimin e iniciativës që mund të marrë një individ për të bërë një denoncim apo për të çuar një çështje pranë autoriteteve. Dua ta theksoj këtë për publikun, sepse teksa nga kontaktet që ne kemi me vëzhguesit në terren dhe takimet që ata zhvillojnë me zgjedhësit dhe me qytetarët e bashkive përkatëse, ka perceptime për abuzime me të drejtën e votës, për presione ndaj nënpunësve të administratës publike për të marrë pjesë në fushatën zgjedhore apo ndaj familjarëve të tyre, për raste edhe ndaj gjimnazistëve ku kërkohet avantazhim politik në favor të notave më të mira në provimet e maturës apo të favorizimit për efektet të ndjekjes të studimeve universitare, e kështu me radhë, pra janë shumë raste që vinë në formë perceptimesh, kur bëhet fjalë për të ndarë perceptimin nga denoncimi apo nga, le të themi, marrja përsipër e ndjekjes në rrugë ligjore të çështjes, ka një hezitim shumë të madh dhe ka tërheqje të shtetasëve për të iniciuar një proces apo për të bërë një denoncim. Megjithatë, duhet të evidentohet si pozitiv në këto zgjedhje në raport me zgjedhjet e kaluara, që të dhënat që dhe SPAK ka publikuar kur flasim për krim zgjedhor, tregojnë një bashkëpunim më të mirë të qytetarëve, pasi në zgjedhjet e kaluara më shumë drejtoheshin nga ka më shumë denoncime nga qytetarët. Numri i denoncimeve nga qytetarët në zgjedhjet e kaluara ka qenë i papërfillshëm, mund të ketë qenë 1, 2, 3 raste. Ndërkohë që të dhënat që po publikohen në mënyrë periodike flasin për shfrytëzim shumë pozitiv të portalit denoncimeve online që SPAK ka krijuar, ku dhe qytetarë janë drejtuar me materiale apo me indicie për denoncimin e rasteve të krimit zgjedhor. Kuptohet që jemi në terma statistikor, ndoshta jo shumë shkencore, për faktin sepse ende ne nuk kemi futur në përmbajtje të këtyre denoncimeve dhe nuk mund të futemi sa kohë nuk ka një vendimarrje të organit prokurorisë, pasi konsiderohet si sekret hetimor, por mbetet për të parë në vimësi për të bërë një krahasim më të mirë kur të kemi vendimarrjet e para, qoftë të SPAK-ut apo të prokurorive të jurisdiksionit të përgjithshëm, për të parë dhe trendin e hetimit të krimit zgjedhor, gjë që është shumë i rëndësishëm në këto zgjedhje me infrastrukturën që është ngritur, me task force-ën e SPAK-ut, por edhe me ngritjen e grupeve të posaçme në prokuroritë e jurisdiksionit të përgjithshëm, ku ka në përbërje oficerë të policisë gjyqësore nga Policia e Shtetit, Prokuroria dhe përfaqësues edhe nga SPAK-u. Deri në çpik mban përgjegjësi, po themi, i gjithë delegacionin në vëzhgimin e tyre. Çfarë vlere ka komenti që bëhet në përfundim të zgjedhjeve me kritikat dhe me të gjithë komentet përkatëse, dhe kujt i drejtoheni në momentin që shihni se ka një shkelje? Atëherë, si Dorel, ne mundohemi që në çdo rast që marrim të dhëna dhe informacione nga vëzhguesi të ndajmë perceptimin nga rasti verifikuar. Shpeshherë ka vështirësi për të bërë një verifikim të plotë të rastit për arsyet që unë i përmenda. Ka zgjedhës të cilët ndajnë perceptimet e tyre, por nuk duan të jenë, le të themi, të shfaqen me emër dhe mbi emër apo të ndërmarrin një aksion. Dhe për këtë arsye, për shembull, nëse unë do të merr një rast konkret, rastet e shpërdorimit të aseteve publike, gjithmonë kur jemi drejtuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve me informacione që na kanë sjellë vëzhguesit në terren, asnjëherë nuk kemi marrë përsipër që të themi kjo është një shkelje pastër e shfrytëzimit të administratës publike.
por i kemi kërkuar Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që të bëjë një hetim administrativ të plot, sepse i ka të gjitha kapacitetet me burimet njerëzore dhe infrastrukturore, për të parë nëse në rastin konkret, për shembull kur janë dhënë grante nga bashkitë e vendit në periudhën e ndalimit 4 mujor, këto grante përbëjnë ose jo shpërdorim të asetit publik për qëllime zgjedhore. E njëjta gjë edhe me zyrat e kandidatëve, të cilat na kanë rezultuar shpeshherë me një afërsi shumë të afërt me qendrat e votimit, apo zyrat të cilat janë krijuar posaçërisht në institucione publike. Sërish, shqetësimi ynë ka qenë që ka element të shpërdorimit të aseteve publike, por me kësaj sërish ne konstatojmë që ka një farë interpretimi shumë literal apo të ngushtë të dispozitave të kodit zgjedhor se çfarë përbën shpërdorimi i aseteve publike. Dhe këto janë raste të cilat ne po jemi drejtuar dhe komisionit, po. Jo, i drejtuar, e kuptova gjithë logjikën, edhe mënyrën edhe rrugën të cilën ju ndiqni për të, po themi, për të shkuar drejt pastaj zgjidhjes së problemit. Vetëm do të kërkoja vetëm ndjes, vetëm 2 minuta, shumë shkurt do kemi hapësirë publicitare, do të kthehemi përsëri bashkë. Mirë? Shumë shkurt publicitet dhe kthehemi. Mirë, jemi rikthyer. Rida do të vi tek ti më njëherë vetëm sa të ndaj një koment me Ermalin për çështjen që kishim më herët. Po. Jo, sa për qenë korrekt, domethënë, meqense se tash po bëj edhe unë rolin e gazetarit që me që kam punu diku para Eurostat. Ti do shkosh në gjyqëri i qet. Ja mes. Vetëm anëri. Unë kam 3 dëshmitarë këtu që më thonë që historia ishte ndryshe. Nëse nuk ka gjyq për shkelje etike, kështu që pa merak. Gjyqi bëhet për shpifje, për gjëra tjera, apo jo për shkelje etike. Etika nuk është pjesë e drejtës civile dhe as penale. Tani, jo, thjesht për mora një mesazh, edhe prandaj po me qenë se më nis mesazhi, po prandaj më rodën. Po ka përshtypjen bashkë me mesazhin ka ardhur njoftimi pastaj i policisë zyrtar, kështu që po e nxjerr dhe ato. Secili pastaj vendos vetë se çfarë do të marrë si informacion, çfarë do të besojë. Mesazhi është nga zoti Bujar Deliallisi, që është zëvendës drejtor për hetimin e krimeve në DVP Durrës, që thotë për ndiqja në televizion, kështu që edhe bën sqarimin pastaj më poshtë, personin fjalë. Këtë ishte shumë delikate, s'kisha qejf që ta përmendja se ta thoja, po them atë çfarë thot zotëria, meqense thotë që personi i fjalës është një person që ka probleme të shëndetit mendor, prandaj edhe ishte delikate dhe s'doja ta thoja, por shiqur që është me shpinë dhe nuk duket se për këtë bëhet fjalë. Arma në fjalë pastaj nuk rezultoi armë, është lodër plastike fëmijësh. Është dhe njoftimi pastaj lidhemi deklaratë të bërë publike në rrjetet sociale. Në të armën, meqense e ka në foto, faktikisht. Po, kam edhe, më ka nisur dokumentin në zotëria pastaj, po që s'po e nxjerr sepse jo, dokumentin, jo, vetëm tregojmë pak vetëm foto e pistoletës. Pikërisht. Po nxjerr ja pistoletën, se dia e kap kamera. Te ekrana ishte errët, duket, okay, po. Është një pistolet lodër, thot policia. Edhe mu do më kishte trembur, vërtet. Lodër pa lodër do trembësh. Dalësh direkt në televizor, thuash bandat merdhën bën. Kurse dokumenti nuk po e nxjerr pastaj për arsye etike realisht. Dhe zhduku është tjetër gjë. Çështja është kjo domethënë, duhet me pas shumë kujdes në raste të tilla, sepse është si puna asaj fabulës që aty Bariut që bërtiste ujku. Kur erdhi ujku se besonte njëri. Domethënë që në Shqipëri ndodhin gjëra të tilla patjetër që ndodhin. Nuk ishte kjo forma dhe ishte për të dyshuar në fakt. Nuk është se po e marr për të miqen edhe ato çfarë thot policia, se edhe policia ka pas problemet e veta jo në raste të tilla, por në raste të tjera që i kemi ndjekur. Megjithatë, në parim duke mos paragjykuar as atë çfarë thot zonja, as atë çfarë thot policia, thjesht mendoj që duhet pas kujdes sepse humbet besueshmërinë politike. Momentin kur del në akuza pastaj me një farë inflacion. Më falni, shkurt fare, të lutem dhe mbarova. Tani zonja foli me dashakeqësi se e para na kërcënoi në thonjza, se nuk ndjehemi të kërcënueshëm, por na arritit na bënte pist duke na atashuar me si zë i pushtetit. Por kush ishte poshtërsia në thonjza? Prap, sepse tha që ajo sot ka dalë lajmin gjitha mediat, po për shkak të punës tonë faktikisht nga që jemi vërtall këtë kohë fushate, unë nuk isha ndjekur lajmin. Ka dalë dhe në media që zotëria ka vuajtur me probleme shëndetit mendor, ka qenë pistolet lodër dhe zonja prap doli arriti dilte në televizion dhe thoshte jo patronazhisë, për rastin konkret se na kërcënuan me pistolet. Tani kjo është tash s'do dhe më i vën shumë faj zonja se vjen nga një
shtet Po normal. lodër është dhamë në Amerikë, lodër është dhe në Shqipëri. Një person që mund të kishte reflektuar mbrapa, por në atë moment përpara se pak më mirë kuptues me njerëzit. Po si nuk e di ti rastin tënd, nuk e ke ndjekur, që është shprehur media, nuk e ke ndjekur çfarë shpreh policia, unë e pyeta dhe ajo nuk e tha. E pyeta, keni raportin e policisë dhe nuk e tha. Dhe kjo është patjetër mirë kuptues tash se. Do I votoj me 11 maj, kaq më tepër. Gjithsesi. Do votosh Valbonën, se në burrës voton ti Ani? Do filloj të votojë në Shqipëri, dëgjohen vazhdimisht rrotull lloj-lloj historish, një pjesë e mirë e cilave fatkeqësisht janë të vërteta. Në momentin që përballesh me një situatë ke prirjen që ta ndjesh veten protagonist. Disa ishin duke bërë me vajzën duke thënë që është shumë e trisht kjo që ka ndodhur. Dëgjova, po, pastaj ndodhi ajo. Erida, e para dua të kuptoj vetëm sa ndryshon situata në momentin e të kërkoj ndjesën për gjithë këto shkëputje, po duhet ta kuptosh që ka një lloj ritmi edhe lajme minut pas minuti. Erida, sa ndryshon situatën e zgjedhjeve në Shqipëri për fshirja e SPAK-ut? Mendoj që e ndryshon për besimin që kanë qytetarët e ky institucion shumë i rëndësishëm dhe që heton korrupsionin zgjedhor. Është specifikisht për korrupsionin zgjedhor edhe për zyrtarët e nivelit të lartë që kryejnë çdo vepër tjetër penale në fushën e zgjedhjeve ose krime zgjedhore, siç e quajmë ndryshe. Ka një besim më të madh te SPAK, fakti që SPAK është në terren, që po monitoron procesin, është një garanci për qytetarët, edhe pse kuptohet që me burimet e veta njerëzore nuk mund të jetë në dieni të çdo shkelje nëse qytetarët nuk bashkëpunojnë me SPAK-un. Gjithashtu është pozitiv që ka një rritje të numrit të rasteve të hetimeve nga SPAK me iniciativën e tij, një rekomandim që ne kemi bërë në të kaluarën. Të paktën përflitet për 8 raste ku vetë SPAK është vënë në lëvizje me iniciativën e tij. Ajo çfarë është shumë e rëndësishme, sidomos kur ka raste apo sinjalizime për krime zgjedhore, është që çdo veprim të kryhet në drejtimin e organit të prokurorisë. Qoftë kjo kur I takon prokurorive të jurisdiksionit përgjithshëm si vepër penale, qoftë kur I takon SPAK-ut, sepse ne mendojmë, bazuar edhe në vendimet që kemi parë apo rastet e mos filluara penalisht nga prokuroria në të kaluarën, që shpeshherë edhe angazhimi apo vënia në lëvizje e strukturave ligjzbatuese të policisë së shtetit ka qenë selektive. Referuar raporteve të mëparshme të Komitetit Shqiptar të Helsinkit. Ndaj, për këto zgjedhje, mendojmë që është një garanci më e mirë fakti që oficerët e policisë gjyqësore që kryejnë veprimet e para në terren operative kur ka denoncime për krimin zgjedhor apo referim të rasteve janë në drejtimin e organit të prokurorisë. Të paktën kjo kështu na rezulton në letër. Pastaj, se si do të vijojë në këto procese, ne do t'i shikojmë kur të ketë vendimarrje konkrete për t'i analizuar dhe për të përmirësuar më tej hetimin e krimit zgjedhor dhe ndëshkimin e tij në të ardhmen. A keni ndonjë lloj statistike, Rida, se cilat janë qarqet më problematike zakonisht në zgjedhje dhe ku ju, si Komiteti I Helsinkit, keni më shumë kritika? Nuk kemi ndarje në zona hotspot, I kanë bërë organizata të tjera të shoqërisë civile, I kemi dhënë të njëjtin prioritet të gjitha bashkive kryesore të vendit dhe nuk do doja të bëja diferencime, pasi vëzhgimi që ne kryejmë është shumë teknik. Dhe për këtë arsye mendoj që ka burime më të besueshme për të bërë të ndarje. Ermal? Okej. Erida, të falenderoj shumë për ndërhyrjen dhe sqarimin, edhe shumë për kohën, pastaj edhe qytetarinë. Faleminderit. Një koment të fundit. Kjo vota diasporës do ndryshojë diçka? Unë besoj se nuk ndryshon asgjë, sa ta kam thënë dhe më përpara që vota diasporës ose të paktën ato vota që u siguruan që të vinin në Shqipëri janë kapur respektivisht nga të gjitha partitë. Në këtë kontekst, siç është për fushata në Shqipëri, pra që kanë shkuar deri në derë për të marrë votë, flas pjesën më të madhe të votës, jo e gjitha. Edhe në rastin konkret për votën e diasporës është përdorur njëjta metodologji, secila parti ka regjistruar, si thuaç, mbështetësit e saj, kështu që në këtë kontekst mundësinë më të madhe e ka pas Partia Socialiste për të qenë terren, ose e kemi parë, ka qenë më organizuar për të qenë pranë votës diasporës, tot Partisë Demokratike parat I shpenzuan për Laci Vitën edhe për lobimin në Amerikë, kështu që nuk kursyen lek për votën e diasporës. Në të kontekst, I lanë brapa, si thuash, një pjesë të mbështetës, që mund të shkoni më kollaj, sepse kemi parë deklaratat të gjithë zyrtarëve apo kandidatëve demokratë, që thonë kemi shkuar me parat tona, me pa mundësi. Zgjedhjet e tyre se si I shpenzojnë, por çështja është po shoh një lajm. Zgjedhje pa, po kjo zgjedhje është e gabuar. Topvischannel.tv, meqense jemi në të njëjtën limë atë që folëm me Eridën Ermal, 5 ditë përpara zgjedhjeve është dhe fotoja.
prokuror të Spakut dhe BKH-s takime në Elbasan. E keni në faqen Top Diçka në .tv lajmin, është njësër prokurorësh dhe zyrtarësh të BKH-s në prag të zgjedhjeve parlamentare të 11 majit kanë intensifikuar takimet me prokuror dhe drejtues të policisë së Elbasanit. Marrën shkas nga 2021 ishte i vetmi qark që solli atë lloj incidenti që s'do doja faktikisht ta përmendja. Është Elbasani problematik? Jo, Elbasani është problematik, s'ka qenë vetëm Elbasani, ka qenë edhe Shkodra. Jo, i referon faktit që pati incident të vrasje, po. Ajo po, nga pikpamja elektorale, duke heq aspektin njerëzor aty, nga pikpamja elektorale dhe edhe Shkodra ka qenë problem. Ndoshta me përmasa dhe më të mëdhaja, dhe Shkodra ka qenë shumë problem, ka patur intimidim të fort të votuesve në Shkodër, pastaj këto blerjet patjetër. Por çështja e blerjes shitjes votës është një problem pak më i vogël. Problemi i intimidimit pastaj, ky është problem shumë më i madh. Se në fundit diku që e shet votën është një mënyrë votimi dhe ajo. Ai mendon që vota ti s'ka asnjë lloj peshe rëndësie, si të votoj për këtë si për atë, kështu që pse jo ai ta shes. Në një farë mënyrë është një lloj mënyre votimi dhe ajo. Kurse për sa i përket intimidimit, pastaj kjo është gjë tjetër. Kjo është e frikshme. E frikshme që të ndodhi në Shqipëri sepse është një dukuri e cila ka ndodhur shumë rrallë më përpara, është kthyer fuqishëm tani dhe tregon që kemi shkuar shumë brapa në atë aspekt. Do jemi në atë aspekte kemi shkuar më përpara, në kuptimin që nuk vidhen më votat të mbushen kutit masivisht të tjerë, por kjo është më e rrezikshme dhe më e frikshme edhe se sa mbushja kutive. Ermal, faleminderit shumë. Faleminderit. Anëri, faleminderit për kohën dhe uroj ta lini me kaq bashkë me zonën, me Valbonën. Faleminderit shumë të dyve. Mirë, ti do na mbash të përditësuar me çfarë do ndodhi, ëh? Atë gjyqin me lapën e ke mbaruar? Po, fazën e parë po. Pas ke humbur, më duket, se po e thosh kështu. Ma dha një gjyqtare që ka dalë nga vetingo po. Mirë, shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë. Do të kalojmë tani në Kosovë, ku një ngjarje e rëndë ka tronditur të gjithë mëngjesin e sotëm. Duhet thënë, një shtetas turk dyshohet se ka goditur me thik dy vajzat e tij, 15 dhe 10 vjeçare, ku si pasojë e lëndimeve të marra, dyshohet se 15 vjeçaria ka vdekur në vendin e ngjarjes. Lëndime trupore ka posuar dhe vajza tjetër e moshës 11 vjeçare, si dhe vet i dyshuari. Personi në fjalë është arrestuar dhe ndodhet në mbikëqyrjen policore në spital, pasi dhe ai kishte psuar lëndime që dyshohet se i kishte shkaktuar vetes pas së aktit. Fitore Mehmeti, zëdhënëse në Prokurorinë Themelore të Prizrenit, Armend Halimi, ekspert kriminalistik, janë me mua në një lidhje direkte. Mirëdita, faleminderit për kohën tuaj, por fillimisht do të kërkoja lejen tuaj të përshëndesja kolegen Leonita Bajrami, e cila do të na jap një përmbledhje të detajeve rreth kësaj ngjarje, e më pas do të rikthehem tek ju. Leonita, mirëdita, ngjarje e rëndë apo jo? Përshëndetje, padyshim që është një ngjarje shumë e rëndë që ka ndodhur mëngjesin e sotëm në Prizren, ku më saktësisht në një kompleks banesor në rrugën Shot Galica në Prizren, një 44 vjeçar ka dyshohet se ka sulmuar me thik familjarët e tij, më saktësisht duke e lënë të vdekur vajzën 15 vjeçare, e pastaj duke i shkaktuar lëndime sipas mjekëve në qaf vajzës 10 vjeçare, e cila është duke marrë trajtim në qendrën klinike universitare në Prishtinë, që është jashtë rrezikut për jetën. Në anën tjetër, sipas kryeprokurorit të Prokurorisë Themelore të Prizrenit, Petrit Kryeziut, lëndime ka marrë edhe bashkëshortja e tij, që po ashtu është duke marrë tretman mjekësor në Spitalin Rajonal të Prizrenit. Megjithatë, mjekët na kanë treguar se bëhet fjalë për një gjendje të rënduar emocionale, po e merr mbështetjen e nevojshme mjekësore në këtë rast, padyshim sepse është një ngjarje tragjike. Duhet të theksohet se gjithë familja ishin me qëndrim të përkohshëm në Republikën e Kosovës dhe janë shtetas turk. Në anën tjetër, vet kryeprokurori i Prizrenit, zoti Kryeziu, ka bërë të ditur që i janë drejtuar me kërkesë për informacione më të detajuara edhe autoriteteve turke, por nuk ka dhënë më shumë detaje. Në anën tjetër, është konfirmuar se për 6 muaj, deri në ditën tragjike, familja jetonte në kompleksin banesor që e përmenda,
dhe krye familjare, në këtë rast i dyshuari për veprën penale, punonte në një lokal gastronomie. Deri më tani, sipas autoriteteve në Prizren, familja, sipas informacioneve të tyre, familja ishte e qetë dhe nuk ishte identifikuar si problematike, vlen të theksohet po ashtu se nuk ka raste të mëhershme nga ana e tyre të paraqitura në policinë e Kosovës. Duhet të themi se prokuroria dhe policia në Prizren kanë qenë të rezervuar edhe sa i përket motive që mund të ketë quar deri të një son që ka përfunduar me vdekjen e një 15 vjeçareje. E kuptoj, Leonita, të falenderoj shumë për gjithë përmbledhjen që i bërë ngjarjes. Do doja të vjoja bisedën me zonjën Mehmeti dhe zotin Halimi. Fillimisht, Mehmeti, nëse mund të ndash me ne të gjitha informacionet që deri tani keni mundur të mësoni nga hetimet e ngjarjes. Kështu, ngjarja dyshohet se ka ndodhur në orët e para të mëngjesit të ditës së sotme, diku rreth orës 5:30 të mëngjesit në Prizren, përkatësisht në lagjen Shote Galica. Bazuar në të dhënat fillestare të hetimit, dyshohet se krimi ka ndodhur brenda rrethit familjar, ku i dyshuari, në këtë rast që është shtetas turk, apo babai i 2 vajzave ka privuar nga jeta vajzën e tij të madhe, rreth 15 vjeçare me mjet të mpret pra me thik, e cila ka ndëruar jetë me njëherë në vendin e ngjarjes. Po ashtu, pas këtij akti ai ka vazhduar duke i shkaktuar lëndime të rënda trupore edhe vajzës tjetër të moshës rreth 10 vjeçare, e cila ka pësuar lëndime të rënda trupore, mirë po ndodhet jashtë rrezikut për jetë dhe është duke u trajtuar në qendrën e klinikës universitare në Prishtinë. Më pas, i njëjti i ka shkaktuar lëndime trupore dhe bashkëshortës së tij, e cila ndodhet jashtë rrezikut për jetë dhe në fund personi i dyshuar ka lënduar edhe veten, i cili është duke u trajtuar në Spitalin Rajonal të Prizrenit. Po ashtu i njëjti është arrestuar dhe ndodhet në mbikëqyrjen e shtuar policore. Armend, do doja të vjoni të dëgjova me shumë vëmendje, po mendova që kishte diçka tjetër për të shtuar. Armend, dhe vetëm pak ditë më parë në Shqipëri kemi pasur një rast në zonja Mehmeti, mund vjoni që ndroni me ne, se do të bëjë 2 pyetje të tjera më pas. Armend, pak ditë më parë në Shqipëri, më saktësisht në Shkodër, një nënshtetas amerikan vrau bashkëshorten e tij. Dyshohet paktën nga hetimet se mund të ketë qenë i alkolizuar apo në efektin e lëndëve të tjera narkotike. Këtë herë dëgjoj një rast akoma dhe më të rëndë që vjen nga Prizreni me një person nënshtetas turk i cili i jep fund jetës së vajzës së tij. Si do ta përshkruaje? Janë krime që ndodhin rëndom kudo në përbot dhe mund të ndodhin dhe tek ne, apo zgjedhin vende si Shqipëria, si Kosova? Po, qofse po ndëgjomi? Po. Në rregull. Rastin fjalë sigurisht që na ka shoku për arsye të moshës së viktima. E aq më tepër kur kemi të bëjmë me raste të tilla, kur viktimat dhe kryesit janë në raporte të tilla të ngushta familjare, çka përjashton çdo pretekst ose arsye që mund të shpijë një kriminal për të kryer një akt të tillë. Fakti se viktimat, në fakt të gjitha kanë qenë të vrara për autorin, sepse tjetër që fati nuk ka desh të realizohen, mirë po vetë sulmi me mjetë të tillë dhe ndaj viktimat të tilla të cilat për arsye tashmë të ditura që i takojnë një gjenie mjaft të ndjeshme dhe pa aftësi mbrojtëse, do të thotë tentativa e tij mund të konsiderohet sikurse edhe quhen vetë ligjet tentimbrasje njësoj për pasojë juridike ka sikur të ishte realizuar vetë vrasja. Mirë po marrë si rast ose si dukuri, pa qenë në një gjendje afekti mendor ose në ndikimin e substancave të ndryshme, në raport edhe me jashtë rrethit familjar, nuk mund të kryhet një akt i tillë lehtë ndaj një moshe të tillë, shtoja këtë raport prind-fëmijë. Pra, në fakt njëve nga mungojnë motivet dhe shumë informacionet të tjera përveç atyre që i keni transmetu si media dhe institucionet si prokurori. Mirë po, mund të aludojmë se mund të ketë qenë në gjendje të rënduar psiqike ose në ndikim të substancave të cilat pamundësojnë logjikën ose aftësinë të mendurit mbi aktin që kryen dhe mbi
pasojat të cilat do të përcjellnin. Fakti tjetër i cili ka tentuar vetë kryesi të marrë jetën për aq sa po kuptojmë, marrë jetën edhe vetës, zakonisht është karakteristikë e familjeve të cilat kanë arritur në raporte të rënda në bashkëveprimi, ku kryesi në këtë rast ka tentuar të shujë të tërë familjen, pra duke kurorzuar edhe me vetë vrasjen e tij. Atëherë, njoftimi i policisë ka qenë kështu. Sot rreth orës 5:58 policia përmes telefonit ka marrë informatë që në rrugën Shote Galica në Prizren është një person i lënduar. Në drejtim janë nisur 4 patrulla që me qëllim neutralizimin e personit me thik në dorë dhe në vendngjarje kanë kuptuar se janë 3 persona të lënduar dhe dyshohet se babai ka lënduar me thik 2 vajzat e tij, 15 vjeçaria e cila ka ndruar jetë në vendngjarje dhe 10 vjeçaria e cila ndodhet në qendrën në Kosovës, pra atje kur duke marrë edhe ndihmën mjekësore, por vijon të jetë në gjendje shumë të rënduar. Gjithashtu viktima ka lënduar dhe veten e tij dhe ndodhet në Spitalin Rajonal të Prizrenit. Dyshuari është i arrestuar, të gjithë janë shtetas turk me banim në Prizren. Në të tilla raste, Mehmeti, sa vonon procesi hetimor dhe sa vonon momenti për ta çuar zotrin në gjykim? Gjithë kjo varet nga përmirësimi i gjendjes të dyshuarit në këtë rast, për të vazhduar më tej me procedurat e tjera ligjore dhe procedurale, për të vazhduar më pas me kërkesën për caktim të masës së paraburgimit dhe me zhvillimin e hetimeve për këtë rast. Domethënë, aktualisht është vetëm faza fillestare e hetimeve dhe ne si prokurori jemi të kufizuar në dhënien e informatave dhe detajeve të tjera, për shkak të rrjedhës procesit hetimor. Rrjedhës së procesit hetimor. Do të të lutesha nëse mund ta ndash me ne si informacion, sepse për momentin unë ba dhe do doja të pyesja dhe kolegen Leonita Bajrami faktikisht për këtë detaj. Nëna e fëmijëve, ka informacion që mund ta ndani me ne? E njëjta është, domethënë, hetuesit policor kanë biseduar me të, mirë, po për shkak të gjendjes së rënduar, domethënë e njëjta nuk është intervistuar ende, por vetëm hetuesit policor kanë zhvilluar vetëm një... Por ajo është në gjendje të mirë, nuk është goditur? Ka pësuar lëndime trupore, mirë, po është jashtë rrezikut për jetë, domethënë lëndime të lehta trupore. Por do merret në pyetje, kam përshtypjen kur edhe ajo të jetë në gjendje më të fortë psikologjike. Armend, në të tilla raste sa ndihmojnë dëshmitë e personave të cilët e kanë parë ngjarjen, siç është rasti i rënd pastaj që i ka ndodhur kësaj nëne? Fatmirësia në këtë fatkeqësi është se 2 viktimat e tjera kanë shpëtuar, pra prej dëshmitarëve të dorës së parë mund të merret e bashkëshortja e të dyshuarit, e cila në rast se nuk ka të fshihet ndonjë arsye që të ketë mund motivuar kryesin, mund të jap deklarata dhe çka bën të shpihen edhe drejt motivit për çka ka shtyt dyshuarin të kryej këtë akt, sepse në rast se personi në fjalë nuk ka vujt nga smundje të tjera, atëherë ose ka ardhur në gjendje të afektit më kompetent, sigurisht i kemi nga institucionet e drejtësisë, mirë po nuk e përjashton nga përgjegjësia. Kemi raste kur kryesit për të kryer qoftë edhe në rrethana psiqike më lehtë ose për të ikë përgjegjësisë dhe mund të sillen veten në gjendje të afektit në ndikimin e substancave, mirë po nëse nga përgjigjet e viktimës, të cilat kanë mbetur gjallë, del se kryesi për motive të ulta zakonisht dhe mund ta aludojmë sigurisht për motive të ulta, atëherë padyshim që organet e drejtësisë nuk duhet të tolerojnë për faktin se siç e thamë në fillim, nuk duhet të tolerojnë qoftë edhe në masa, sepse siç thamë në fillim, fati ka dashur të shpëtojnë sepse këto konsiderohen me kod penal në fakt se është realizuar vrasja. Armend, si procedohet? Se të dohet të pyesja, si procedohet kur bëhet fjalë për persona që nuk janë shqiptar të Kosovës? Po, Kosova fatkeqësisht nuk është pjesë e shumë mekanizmave ndërkombëtar, megjithatë bashkëvepron nëpërmes zyre ndërlidhëse. Në këtë rast nuk e di konkretisht si qëndron në raport me Turqinë, megjithatë vlen parime universale të drejtësisë, ku vendi i kryerjes duhet të jetë edhe vend gjykimi për personat e tillë.
Mendoj që më kompetente është të na jap informacione këtë drejtim edhe zonja nderuar nga prokuroria. Po, Mehmeti, çfarë mund të shtosh për shembull që mund ta ndash me ne? Deri aty sa të lejohet gjithmonë. Atë që mund të ashtoj, një fakt dhe më thënë është që i dyshuari edhe në regjistrat e prokurorisë, të policisë, por edhe të gjykatës nuk figuron të ketë qenë kryesin ndonjë vepre penale në Kosovë. Dhe më thënë, asë nuk të ketë qenë i raportuar për dhunë familje ose ndonjë mosmarrëveshje apo ndonjë vepër tjetër penale. Dhe më thënë, i njëjti nuk ka të kaluar kriminale. Nuk ka të kaluar kriminale, po në të tilla raste kur bëhet fjalë për shtetas të huaj, zakonisht, nëse mund të japësh një gjykim tëndin, jo në bazë të postit që ti mban Mehmeti, po të gjithë informacionit që mund të kesh akumuluar gjatë këtyre kohëve, si procedohet me persona të cilët nuk janë në shtetas të Kosovës, pra që i kanë dokumentacion të huaj, lidheni me shtetin turk, krijohen këto lloj urash komunikimi, si funksionon? Se me të drejtë Armendi thot nuk është se jemi pjesë e shumë institucioneve ndërkombëtare. Sigurisht që krijohen edhe urat e komunikimit dhe normal që vlen edhe parimet ndërkombëtare, domethënë universale faktikisht që domethënë vendi i kryerjes së veprës penale duhet merret edhe si vend i gjykimit, por ndoshta më kompetente në këtë fushë do të ishte gjykata për të dhënë një verdikt më final sa i përket kësaj çështje. E kuptoj, por në momentin që ndalohen nga, domethënë prokuroria del në njoftimin që është ky personi përgjegjës, si bëhet qëndrimi i zotërisë në fjalë? Pra, okay, tani ai është duke u kuruar, më pas do të shkojë në paraburgim, si funksionon? Më pas ai do të shkojë në paraburgim varësisht nga gjendja e tij shëndetësore. Me po ai, domethënë gjatë gjithë kohës sa do të jetë në hospitalizim, ai do të mbikëqyret nga ana e zyrtarëve policor. A ka pasur shumë raste vitet e fundit të nënshtetasve të huaj të cilët jetojnë në Kosovë dhe të kenë të bëjnë me krimin në familje? Statistikat të sakta për momentin nuk është që kam, mirë po sigurisht që ka raste. Nuk janë të evitueshme, ndodhin. Ndodhin. Armend, ti kujton, po? Nëse më lejohet, Kosova, si kurse çdo shtet tjetër, ka legjislacion që rregullon aspektin e qëndrimit të huajve, qoftë edhe me leje qëndrim të përkohshëm. Për personin në fjalë me vetë faktin se thuhet ka qenë marrëdhënie pune, do të thotë le me kuptuar se ka pas leje qëndrim dhe si i tillë çdo person i huaj që pajiset me dokumentacion të tillë i nështrohet të drejta dhe detyrimeve dhe të vendit përkatës. Andaj edhe në këtë rast nuk besoj që ka arsye ose bazë ligjore për jashtimit të trajtimit sikurse çdo qytetar të Republikës së Kosovës. Shtoja këtë që thamë më herët se vendi i kryerjes i krimit në fakt është realizuar në Kosovë. Ndryshe do të kishte me qenë sikurse personi të jetë arratisur nga shteti A, atëherë ekstradimi padyshim sado që nuk jemi pjesë e Interpolit e kështu me radhë, ekstradimi është një parim universal, po ashtu që do duhej Kosova në frymën e bashkëpunimit t'ia dorëzoj edhe personin në fjalë. Mirë, po në rastin konkret unë konsideroj se personi do të gjykohet dhe trajtohet me legjislacionin vendor Kosovës. Armend, të falenderoj shumë. Mehmeti, ishte kënaqësi që të kisha pjesë të programit. Shumë faleminderit të dyve. Mirë, ne do ndalemi në një hapësirë publicitare, do të kthehemi përsëri bashkë. Jemi rikthyer, do të flasim për Giro d'Italia që vjen për herë të parë në Shqipëri. Gazetari Supersport Digital Elvis Rexha është me ne në një lidhje direkte. Elvis, faleminderit për kohën. Mirëdita. Përshëndetje. Medin Melhani gjithashtu është në një lidhje direkte. Melhani, shumë faleminderit. Si ciklist gjatë gjithë jetës besoj i lumtur për këtë lajm apo jo? Po, prej 17 vitesh më në fund kemi një event shumë madhështor në Shqipëri. Melhani, 17 vite janë një jetë e tërë. Më beso për këtë, kur e adhuron dhe do aq shumë me pasion. Do vite këti me njerë, Melhani, sa po të marrë disa informacione rreth Giro d'Italia me Elvisin. Elvis, e para pse është kaq e rëndësishme? E dyta, mund t'i qetësosh pak të gjithë qytetarët që mendojnë se do bllokohen, do jenë ditë kaosi, por t'i shpjegojmë që mund të jenë dhe ditë feste dhe kjo gjë ndodh kudo dhe është shumë e rëndësishme. Atëherë, Sidorela, si gjithmonë, ku ka diçka që pjesa më e madhe e presin me padurim, do ketë nga ata që nuk duan të gjejnë diçka të keqe. Giro d'Italia është eventi i dytë më i rëndësishëm për sa i përket ciklizmit botror. Pas Tour de France është Giro d'Italia, një nga eventet
në cilit të paktën ne jemi rritur duke parë vit pas viti, duke bërë tifo, pa diskutim që kemi adhuruar fitoret e Pantanit në Giro d'Italia, dhe sigurisht sot ta kemi me 3 etapa në Shqipëri, është një nga evenimentet më të mëdha. Unë do ta konsideroja gjithsej si një evropian futbolli që do të organizohet në vendin tonë. Pra nuk ka vend për panik, nuk ka vend për ta bërë kaq të zezë, ndërkohë që është një periudhë feste, mund të themi, pasi ky është edicioni i 15 që Giro d'Italia e organizon jashtë Italisë, që nga 65 ka nisur në San Marino, pra nuk është që ka ardhur në vitet e fundit, mund të themi, për arsye komerciale, por për herë të parë ka qenë në 65 dhe duke parë këtë lloj ecurie, ky është një lajm shumë i mirë për ne. Në 2022-shin, për herë të fundit, ka patur vetëm një etapë në Hungari dhe tashmë me 3 etapa, të cilat përkojnë me etapën e parë, Durrës-Tiranë, etapa e dytë Tiranë-Tiranë, që është vetëm 13 kilometra, nuk do ta bëjmë kaq dramatike, dhe etapa e tretë që është Vlorë-Vlorë. Pra, dhe fakti që janë zgjedhur këto 3 etapa tregon që është edhe një lloj reklame për vendin tonë, pasi ciklistët, gjithë garuesit do duhet të kalojnë në llogara, do të shkojnë deri në Imar, pra kur themi Vlorë nuk është thjesht brenda qytetit, por do jetë gjithë linja e Bregdetit. Por më tepër që dhe vetë të paktën nga ajo që ne kemi ndjekur në shtypin e shkruar, sidomos atë italian, të gjithë protagonistët janë shumë kurioz për të parë këto 3 etapa, i shohin si shumë të rëndësishme. Pra, një nga ciklistët që pritet të jap tonin kësaj Giro d'Italia, Giulio Ciccone, i cili është lideri i skuadrës Lidl Trek, ka theksuar se 3 janë surprizat e gjithë Giro d'Italisë. Dhe një është e para Shqipëria, pasi ne nuk e dim se çfarë na pret, është etapa malore e Talia-Kocos, pra në aspektin sportiv, dhe është pikërisht etapa e Sienës. Pra, këto janë 3 të papriturat, të cilat konsiderohen nga ciklistët dhe personalisht unë ndjem shumë. Është një reklame mirë, thua ti, për vendin. Është reklame mirë. Jo vetëm për Shqipëri, por edhe fakti që Giro d'Italia tani ne dim se çfarë Giro d'Italia të vinë në Shqipëri. Ja, patjetër. Mejdin, do doja të të pyesja pak ty, si ciklist, çfarë ndjesie të krijon të shohësh një event kaq të rëndësishëm, me drejt Elvisi thotë i dyti më i rëndësishmi, të zhvillohet në Shqipëri? Më thuaj pak. Ne nuk është se vetëm do ta shikojmë, ne jemi dhe protagonist në këtë event. Aktualisht unë jam në trajnim me kombëtaren e ciklizmit shqiptar bashkë me policinë e shtetit për të bërë të mundur stërvitje që eventi të shkojë sa më mirë të jetë e mundur. Nuk duhet të lëm pa përmendur që jemi në 100 vjetorin e ciklizmit shqiptar. Kështu, sportistët më e mirë nga gjithë bota do gjejnë në Shqipëri kushtet ideale dhe terrenin perfekt që përshtatet jashtëzakonisht shumë mirë në lidhje me këtë sport, në lidhje me sportin e ciklizmit. Kështu që për të gjithë ne ka qenë një surprizë e pa imagjinueshme, sigurisht tashmë do kemi mundësi që të prekim nga afër yjet e botës së ciklizmit shqiptar. Megjithatë, është një mundësi e jashtëzakonshme edhe për sportin shqiptar, që të gjithë syt e njerëzve të bashkohen më tepër në këtë sport, sepse zotëria më parë përmendi që mund ta krahasoj me një europian të futbollit, por unë mendoj se është më shumë se sa europiani futbollit, sepse nuk do harrojmë që europiani ndiqet nga një stadium dhe nga sytë e televizioneve, por Giro Italisë ndiqet nga më shumë se 200 televizione në të gjithë botën dhe sportistët do kalojnë pranë pragut të shtëpisë së gjithë secilit prej ne. Gjë që futbolli nuk ta lejon këtë mundësi. E kuptuam se kush do futbollin dhe kush ciklizmin nga të dy. Po, më pëlqen shumë kjo fjalia, unë doja faktikisht, po vetëm për të mos ndërprer Elvisin nuk po e thoja, kjo Giro d'Italia është një reklam shumë e mirë në momentin që po më shpjegoi Elvis që do të kaloj në Bregdetin shqiptar etj me radhë, është reklam shumë e mirë për vendin. Edhe Mejdin, meqense e the ti si koment, kam përshtypjen ja krijon ata frimitetin dhe ndjesin, qoftë njerëzve që do ta shohin duke kaluar pranë banesave të tyre, po ashtu edhe gjithë botës nga mënyra se si do të transmetohet edhe në televizione për ta parë të gjithë sa e bukur është Shqipëria. Patjetër, por nuk duhet të harrojmë që Giro Italisë po vjen për Shqipërinë.
futbolli vjen për stadiumin dhe mbetet aty. Megjithatë, unë mendoj që pse futbolli nuk shikohet në televizor? Vetëm fushën jeshile do shikojmë, asgjë tjetër. Ashtu, a? Kurse me Xhirin e Italisë do kemi mundësi të shikojmë 3 nga qytetet kryesore. Sigurisht ka dhe qytetet të tjera, por është menduar nga ana logjistike që në këtë sezon të Xhirës së Italisë të zhvillohet në Tiranë, kryeqytet, në Durrës, i cili pret turistë tashmë është afër. Janë 180 ciklistë profesionistë. Ndër kampionët më të mëdhenj të botës, të cilët do të garojnë në rrugët tona në ritmin e adrenalinës dhe bukurisë shqiptare, thuhet edhe në mediat italiane. Por, ti po më thoje që do të jemi edhe vetë pjesëmarrës. Sa shqiptar marrin pjesë? Si funksionon? 8 sportistë kombëtarë ciklizmit shqiptar. Mendohet që po planifikohet, biseduar me organizatorët, që do të startojnë 1 orë përpara yjeve të botës në formë marketingu dhe në formë publiciteti në lidhje me gjithë tifozat e ciklizmit shqiptar. Megjithatë, jemi ende në pritje të konfirmimit të këtij organizimi, por presidenti na ka siguruar që ekipi kombëtar shqiptar do startoj 1 orë përpara eventit madhështor. Unë kam dhe pamje këtu aktualisht, nëse ma lejoni, mund t'ju tregoj diçka. Patjetër, na trego. Domethënë, tani jemi live me ciklistët e kombëtare shqiptare, në bashkëpunim me Policinë e Shtetit, sapo mbaruam maloren e famshme të ciklistëve shqiptar, që është Majorja e Qafkrabës, u ngjitëm nga krahu i Elbasanit nga Bradasheshi dhe kemi zbritur në Mullet. Aktualisht jemi për një ribisedim në Mullet dhe do përsërisim dhe cirkuitin që do ndodhin. Ti nuk mund t'i mund dot mua për shembull që ti pyesësh pak ata ciklistët na thon ndonjë koment, ndonjë emocion. Okej, faleminderit. Elvis, ti nuk mërzitesh se ti e di që unë i kam qef të gjërat. Kështu që je mësuar me mua. Emocioni është më i bukur, Cinderella, kështu që ti dëgjoj. Përshëndetje. Me Xhirin e Italisë për ciklizmin shqiptar. Përshëndetje. Më trego pak të lutem për gjithë ata që janë duke na ndjekur në Top Channel se sa emocionuese është ti jesh pjesë e Giro d'Italia, por që zhvillohet në Shqipëri. Është një emocion shumë i paparë, sepse janë shumë shtete që kërkojnë që të jenë pjesëmarrës, që vendi tyre të ketë Giro d'Italia, por është një eksperiencë shumë e veçantë, sepse është diçka e rrallë dhe besoj që nuk do ndodhi më në histori. Sa stërvitje duhet? Kurdo? Sa stërvitje duhet për të marrë pjesë? Stërvitje, normal që duhet të bësh 360 ditë vitit, por është shumë e fortë. Është shumë e fortë që të kesh ato sportista që do vinë nga Giro d'Italia, sepse janë sportistat më të mirë të botës. Oceani ka të drejtë, sepse ka qenë një konkurrencë shumë e fortë midis shteteve dhe falenderojmë kryeministrin që e solli në Shqipëri, se mbaj mend që nuk më kujtohet mirë shteti tjetër kush e kërkonte, pra ishte një luftë midis dy shteteve. Pra kemi fituar garën po thua për ta kemi fituar garën e parë. Ti bëjë një pyetje të fundit të ciklistit meqense do jetë garues, e para dua të di të ndërpres për 1 minutë. Ne nuk do jemi garues, ne do jemi demonstrator. Okej, perfekt. Bëre mirë që ma sqarove. Tani, më shpjego vetëm diçka. Ju kam përshtypjen për shkak edhe të pasionit që keni të përbashkët, keni njohje edhe me persona të cilët do të vinë, do të marrin pjesë apo do të jenë gjatë gjithë asaj dite të angazhuar me gjithë situatën. Më tregoni pak se çfarë lloj përgjegjësie ndjeni që i keni në vendin tuaj dhe duhet i tregoni qoftë nivelin dhe mënyrën se si do të procedohet gjithçka në Shqipëri, po mbi të gjitha dhe bukuritë e vendit tonë. Është bukur të vinë ato lloj sportistëve, sepse është njësoj si një futbollist i ekipit kombëtar që ketë në ndeshje Cristiano Ronaldo dhe Lionel Messi. Domethënë janë sportistat më të mirë të botës dhe ti kesh në vendin tënd që të garojnë dhe të pedalojnë në vendet ku ne stërvitemi është një emocion shumë i madh. Vetëm krahasime me futbollin mos bëj se me i dini nuk i do këto, Cristiano Ronaldo, Messi edhe futboll. Do vetëm ciklizëm. Shumë faleminderit, edhe suksese sa më shumë. Faleminderit shumë Medin. Elvis, e kanë marrë me emocione, po faktikisht, se po shija dhe datat, është shumë interesante, do zhvillohet gjatë 3 ditëve, 9, 10 dhe 11. Ditë
fushate është data 9, data 10 është heshtje zgjedhore, data 11 ditë zgjedhjesh, dhe me thënë nuk di se çfarë do ndodhë. Qëlloj një periudhë shumë e ngjeshur si Dorela, për mendimin tim do donte pak më shumë vëmendje ky lloj evenimenti që zhvillohet. Do të jenë 160 kilometra të etapës Durrës-Tiranë, nuk do të jetë një etapë e thjesht, pasi ne dim paktën ne lëvizim në momentet që kemi pak hapësirë dhe e dim se çfarë bëhet në rrethinat e Tiranës. Pra do të kaloj nga Durrësi në Rogozhin, pastaj në Gracen, do të shkoj deri në Surrel dhe do të thehet. Pra, ajo është një zonë e cila e tëra po zhvillohet dhe do të jetë një super reklam për Shqipërinë. Ndërkohë që etapa e dytë, Tiranë, pra që është konsideruar e tillë, është vetëm 13.7 kilometra, janë nga ato etapat e sprintit që konsiderohen, dhe më pas do të jetë etapa Vlorë, është lënë e tillë, dhe ajo 160 kilometra. Pak që do të shkojnë deri në Imar dhe do të shohin gjithë vijën e Bregdetit. Shpresoj shumë që ciklistët ta kenë mendjen tek gara dhe mos të marrosen me bukuritë që do t'i ofrohet, por sigurisht që do të jetë një eksperiencë jashtëzakonshme për ne, të paktën që jemi mësuar ta shohim, ta ndjekim që fëmijë një garë të tillë nëpërmjet ekranit të televizorit. Nëpërmjet ekranit të televizorit. Tani, përpara se normalisht me Edin Melhani, që kishim më herët në lidhje direkte, është edhe pak entuziast nga këto ditët e rëndësishme datën 9, 10 dhe 11, por futbolli mbetet sporti më i dashur për të gjithë shqiptarët, dhe futbolli do të zhvillojë një ndeshje historike, do thoja unë, që të gjithë do kenë mundësi ta ndjekin edhe në digital në Supersport, atë të qershorit, ti e di ku ti referohem, përballjes së Shqipërisë me Serbinë. E presim me padurim, si Dorela, është një ndeshje e cila mund të vendos fatet e turisë tonë, edhe pse duhet të thënë që do të kemi edhe një ndeshje kthimi, por është shumë e rëndësishme për ne, të paktën në atë që bëj si llogari, shpresoj vetëm që mos humbasim me skuadrën serbe dhe më pas të tentojmë gjithçka edhe në ndeshjen e kthimit. Është një kundërshtar për ta respektuar, por jo për ta patur frikë. Anglin e konsideroj një skuadër të një planeti tjetër, nuk besoj që qoftë ne qoftë Serbia kemi fuqi për t'ju vënë përballë Anglisë, dhe mendoj që vendi i dytë do të jetë një garë midis nesh edhe skuadrës serbe, që ka dhe një lloj, serbët kanë dhe një lloj favori në gjithë të historisë, sepse kanë një dritare nëpërmjet play-offit të Nations League për Po, është vërtet. Kanë filluar, Elvis, të shqetësojnë ose të kërkojnë bileta, siç ndodh zakonisht me gjithë gazetarët e sportit, para se të ketë sfida të rëndësishme? Telefoni ka rënë që në momentin që është mësuar shorti që do të jemi me Serbinë, por tashmë gjithçka është online. E di, po, e drejtë. Kushtet janë barabarta për gjithë dhe të paktën ajo që unë i kam referuar miqve të mi është pikërisht kjo, që të jenë gati në momentin që do të hapet. Besoj që vetëm për pak minuta dhe do të jetë sold out gjithë stadiumi, pra pjesa e biletave që do dalin treg. Mirë, kush nuk e shen në stadium, e shen në digital në Supersport. Elvis, shumë faleminderit, përshëndes. Mirë, do kemi një hapësirë shumë të shkurtër publicitare, do të kthehemi përsëri bashkë, do të flasim për Met Gala dhe fustanet që po flet e gjithë bota. Pas pak. Me mbërritjen e muajit maj rikthehet edhe eventi i quajtur si më kryesori i modës, atje ku parakalojnë në tapetin e kuq yjet më të rëndësishëm të botës, të gjitha fushave të ndryshme. Met Gala mbrëmjen e djeshme kanë parakaluar, siç shihni edhe në disa foto, në tapetin e kuq personazh të njohur, duke shënuar kështu fillimin zyrtar të një mbrëmjeje plot shkëlqim, kreativitet dhe veshje të bukura e fantastike të punuara. Dhe faktikisht kemi nderin dhe kënaqësinë jo më larg se sa dje me Vikena Kamenicën, diskutonim në studio sa shumë shqiptar të talentuar e të suksesshëm kanë nëpër botë. Një prej tyre është dhe Dora Koka, stiliste, që kam kënaqësinë ta kem në lidhje direkte. Dora, faleminderit shumë për kohën tënde sot, jam mirënjohëse. Dora, ti je një stiliste që ja ke dalë dhe ke shkëlqyer në botë duke punuar qoftë me figura shumë të rëndësishme, që nga motrat Hadid që janë të njohura, por po ashtu nuk do doja të ndalesha vetëm atje dhe nuk dua të humbas asnjë emër, nga Robbie Williams deri tek John Legend, Rihanna, Maria De Filippi, Vanda Nara e të tjerë me radhë, por edhe për marka shumë të njohura si Armani, Gucci, Prada, Versace e të tjerë. Tani,
unë dua që me ndihmën tënde, sepse unë e di që ti je modeste dhe nuk do ndalesh e vetë ti përmendje dhe doja shumë që të gjithë ta dinë se sa shumë punon dhe se sa rëndësi ka për ty, po themi, moda, kreativiteti. Edhe ditën e djeshme ke qenë prezente, jo vetë ti, por puna jote dhe një stafi të dedikuar për një nga veshjet e mbrëmjes. Regjia do na ndihmoj me foton e Sintias për të na shpjeguar Dora. Kjo është veshja dhe ky është, unë nuk do guxoja ta quaja fustani, më thuaj ti si ta quaj, sa është punuar, si është punuar. Përshëndetje. Atëherë, ky ishte një realizim shumë i rëndësishëm për neve, edhe është një event për beneficencën, për bamirësinë që bëhet shumë i rëndësishëm në botë, edhe për ne gjithë stilistët. Ky fustan u desh 950 orë vetëm për të realizuar lukun, për të realizuar dëshirën që çdo gjë të dilte në perfekcion. Kemi partecipuar, kemi bërë pjesë 40 artizan. Artizan, po, e kuptova. 40 artizan, e bërë çdo gjë me dorë, e realizuar çdo gjë deri në minimum në çdo detaj, dhe janë 43.400 kristali Swarovski të punuara me dorë, të ngjitura çdo gjë me dorë. Edhe është një shumë e rëndësishme se janë 1300 orë vetëm punë. Shiko, më të rejsh vëmendjen që do me thënë do doja nëse ti më ndihmon me detajet ashtu si stilistet, më shpjegosh pjesën sipër, ajo është pjesa e kristaleve ku janë përdorur the 43.400 kristale. Në formë xhakete, më pas vjen fustani, apo jo, më shpjego pak. Atëherë, kjo pjesa sipër është bërë xhaket dhe është për të vënë në dukje shpatullat e kësaj këngëtare, se ajo është një këngëtare dhe një kompozitore e madhe angleze, Cinzia. Edhe ishte çdo gjë e bërë me dorë, edhe bustino është e bërë vetëm me steka. Okej, kuptova, po. Për të evidenciuar deri në minimo detaljo belin, shpatullat. Pjesa këtu, po thua. Pra e gjithë kjo, e kuptoj. Është gjithë pjesa sipër, është xhaketa, janë 3 pjesë, xhaketa, pantallonat e shkurtra dhe është fundi që është i bërë me tyl seta komplet për të dhënë këtë fundin. Kam parë disa video backstage të momenteve kur përgatiten për Met Gala shumë nga yjet dhe më bën përshtypje që një pjesë e mirë e fustaneve qepe në momentin e fundit në trupin e tyre. Si ka ndodhur në këtë rast? Atëherë, në këtë rast ishte një kolaboracion shumë i ngushtë me këngëtaren. Deri në minutin e fundit ajo ishte shumë e thjeshtë, shumë e disponibile që për çdo gjë, edhe Swarovskit e fundit janë ngjitur me dorë derisa në minutin e fundit që ajo doli. Po është një preparacion i madh, gati 5-6 muaj përpara. Sa orë desh ta vishte? Atëherë janë 4 orë të mira përpara për të përgatitur për veshjen, sepse është shumë... Më fal, Dora, ajo ka ndenjur 4 orë kështu? Duke e veshur ju? Po. Po për ta hequr sa orë duen këtë fustan? Apo hiqet më kollaj për të hequr? Jo, shumë e kollajshme sepse janë çdo gjë e stakuar, fundi, pantallonat dhe xhaketa. Stilistja jonë Sara Barton, që është e Givenchy's, këtë vit edhe ajo ka pasur, sepse tema e kësaj beneficence, tema e Met Gala ishte tailoring, ishte çdo gjë e punuar me dorë, tailoring artigianale, çdo gjë artigianale. Edhe Sara Barton në sfilatën që kemi bërë neve në mars, ishte po e njëjta temë, tailoring, që të evidencioj sa më shumë format feminile, femërore, edhe të nxjerrë në pa vetëm bukurinë. Dora, me syrin tënd si stiliste, pse çizme? Çizme, sepse edhe çizmet edhe çanta është
me Swarovski e lidhen me pjesën e xhaketës sipër. Me pjesën e xhaketës se është total look komplet që duhet ta prezantonte. Tani. Edhe çanta çdo gjë e bërë me dorë. Dora, do të kalojmë pak edhe tek disa foto të tjera dhe ti do përpiqesh të më bësh nga një koment shumë shkurt për gjithë secilën. Gjëja më e përfolur në mediat botërore është shtatzania e tretë e Rihanës. Çfarë do më thoje për këtë veshje? Rihanna ka veshur Marc Jacobs, ajo gjithmonë ka dashur që të evidencioj edhe të nxjerrë në pa bukurinë e saj, të nxjerrë në pa shtatzaninë e saj, feminilitetin e saj. Edhe në këtë rast çdo gjë ka arritur në perfekcione. Kim Kardashian, shkojmë tek fotoja tjetër. Kim Kardashian është Balenciaga, edhe ajo si gjithmonë ka dashur që figurën e saj feminile të nxjerrë në pa shpatullat, belin, elegancën e saj. Elegancën e saj. Tani do shkoj tek njëra me të cilën ti ke punuar dikur. Gigi Hadid. Më shpjego pak pse i pëlqen kaq shumë kësaj vajze kjo ngjyra gold. Gigi është tamam gold, është oro, është një femër që është edhe nën, është e ëmbël. Edhe ka dashur gjithmonë që të nxjerrë shumë e bukur, shumë satisfaksion e madh që të punosh me Gigi Hadid. Është shumë normale, shumë e thjeshtë, shumë e thjeshtë. Okej, shkojmë te Kendall Jenner. Çfarë do më thoje për këtë veshje? Kendall Jenner ka marrë këtë veshje për të nxjerrë tamam temën që kishte Met Gala, tailoring, xhaketën maskile dhe feminile. Janë dy stile që përputhen me njëra tjetrën. Edhe që nxjerr gjithmonë elegancën dhe feminilitetin. Nuk do të thotë që një xhaket mund ta veshi vetëm një mashkull, është e njëjta gjë, domethënë si ajo që nxjerr belin, nxjerr shpatullat. Më shumë se sa belin dhe shpatullat do thoja që kanë nxjerr edhe hiret e saj. Po, elegancën. Shkojmë tek e motra, Kylie Jenner. Shohim dhe foton e saj, po. Është pak jashtë tematike, apo? Edhe Kylie Jenner, si gjithmonë, ka dashur që të nxjerrë perfekcionin e saj, feminilitetin, elegancën. Është pak jashtë teme, apo është okej, thua? Jo, nuk, absolutisht jo, sepse është një event që që çdo personazh, çdo personazh i rëndësishëm duhet nxjerrë në pa vetëm të mirat që ka, edhe është beneficenca që këto janë fustane, janë veshje që kushtojnë dhe janë gjithmonë i vejnë gjithmonë në muzeo për beneficenca, për këtë që ajo ka tentuar kaq shumë. Foton e radhës edhe po të pëlqeu, mos e kritiko. Bebe Rexha. Më thuaj. Edhe Bebe Rexha. Ti kështu do e vishje për shembull? Beben, nëse do e kishe në dorë? Jo. Bebe Rexhës mund t'i zgjidhja dhe një fustan, një look më preciozo, më që t'i nxirrte më në pa bukurinë e saj. Me çfarë nuk je dakord këtu? Me këtë tylin në përkëmb apo? Po, me këtë tylin në përkëmb që nuk nxjerr në pa bukurinë e saj, elegancën. Vura re, se do kalojmë te fotot e tjera, po vura re që ka shumë pak ngjyra të përdorura, po të shohësh. Kjo ishte bardhëzi, domethënë tema ishte tailoring bardhëzi. Për këtë dominon më shumë e zeza. Shumë pak e kanë shkelur. Shkojmë tek Dua Lipa, po. Më thuaj. Dua Lipa. Tjetër gjë kjo, Çfarë të pëlqen këto? Ajo kishte edhe një xhaket shumë preciozo, shumë me Swarovski ricamato,
edhe pastaj e hoqi Dua Lipa dhe me elegancën e vet, me thjeshtësinë e vet, me buzëqeshjen, me feminilitetin e vet, çdo lloj gjëje që mund t'i veshësh asaj është në perfekcion, Dora, falenderoj shumë dhe je mirëpritur sa herë të duash për punët e tua të bukura. Përshëndes. Ju falenderoj, përshëndetje. Është fantastike Dora Koka, shumë stiliste e suksesshme dhe profesioniste. Mirë, ne kemi mbritur në fund, ju pas pak do të jeni me edicionin informativ në ekranin e Top Channel, teksa së bashku do të shihemi sërish nesër në të njëjtën orë në Shqipëria Live. Mirupafshim.